Jemi rikthyer. Pra si që të thamë, nderuar shikues, ne në pjesën e dytë do të kemi këto momente. Në këtë emisioni do të ndalemi te fushata zgjedhore e cila zyrtarisht nuk është se ka filluar, zyrtarisht. Por në fakt ka filluar dhe madje shumë intensivisht. Me një gjë bëhet si do të bëhet atë muajin e fundit preç. Por tani nuk quhet zyrtare. Çfarë është kjo fushatë? Çfarë po shpalosin partitë? Cilat janë mesazhet e tyre kryesore? Përgjithsisht është një fushatë negative, sipas meje, opinioni im ky dhe mund të mos jetë vërtet. Ndoshta ky është një tipar thelbësor i politikës shqiptare. Gjatë gjithë këtyre 30 e ca vjetëve, ne kemi parë fushata përgjithsisht negative. Do të thënë nuk është se politika del përballë popullatës për t'i thënë asaj çfarë ka bërë dhe çfarë do të bëj, ose çfarë do të bëj ai që do të nësoj këtë, por përkundrazi bën këto që ka bërë këto 35 vjet duke shpikur dhe fjalë tani me emra shpendësh, i vendosur njëri tjetrit. Buf, për shembull, i thotë kryeministri doktorit. Edhe në këtë moshë doktorin, moshën 80 vjeç ti thua buf tani. Por përveç pjesës fushatës negative, ka vënë bastë Edi Rama edhe për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Njeri më thoshte dikush më thoshte më sot që ore gënjen më duket. Po unë i thosha pritore se kjo geopolitika, ardha e Trumpit e gjitha këto, mund të marrë dhe Ballkanin dhe ta fut në Bashkimin Evropian, e bashkon aty, e merret gjitha siç jemi futur edhe në NATO, e kupton? Se ne nuk ka pasur ndonjë arsye të rëndësishme të hynim në NATO. Por të mbërthen ajo, çfarë vjen, gjendja lumi që vjen, të merr me vete dhe të hedh diku në një pjesë tjetër. Vendosi Bushi. Për këto problematika tani, të cilat unë pak a shumë u përpoqja t'i shtroj për popullatën tonë shumë të respektuar, unë kam presh zogën, faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Roland Bego, faleminderit shumë. Faleminderit. Tani do të themi ish deputi, ke ikur fare tani nga politika. Po, përfundimisht. Po, besoj se përfundimisht, do të thonë, jo për gjithmonë, po Për momentin, për këtë fazë zgjedhje po. Për këtë fazë zgjedhjesh, po, më mbrapa, me të parë me të bërë. Mbrapa mundet. Me të parë me të bërë. Në nëse kthime, ardhje, shkuarje, dalje janë këto proceset të cila ndodhin. Po, kaq kohë, nuk ke një zhgënjim të madh ti për këtë pjesë. Jo, se ne jemi një orë bashkë ti punonje për gazetën që unë bënja 25 vjet më parë. Ishe njeri shumë punëtor dhe në politikë, të gjitha vraponje andehet, të gjitha, por frutat i merrin këta tjerët. Ty pak a shumë nuk të lëshonte njeri frut në dorë. Me këtë frutat i merrte të tjerët më kujtove një vjesht të Ismail Kadares që ja bëri Fatos Mero Rapajt. Ishte një festival të Gjirokastrës. Vjen Fatos Mero Rapaj aty dhe i thot Ismaili që hajde Fatos i tha, dhe ju o blet i tha Virgjili, mjaltin që më lidhni do të sehani. Dhe ti Fatos, që mbledh folklorin, ta vjeth që Asani. Edhe puna jonë. Ne më lidhim vota, bënim punë për partin, pastaj deputet, pushtet... Vjen tani i merë ato, vjen tjetri i merë, e kupton? Vinin shokët e kryetarit. Shokët e partisë, gjitha dhe i marim po. Shumë dot në gjithë politikën shqiptare. Prandaj nuk jam zhgënjur. Ti prodhon vota dhe prodhimin tënd e merë tjetri. Si punë e Bulmetit më këto që merren. Vilet Bulmeti më aktive së djerë. Pam, kalon... E mos si zhnodhe tani... Si preqi, kesh preqi. Po këshu kjo bot tani preqi. Tani... Mënyrë të treguari... Mënyrë të treguarit, e. Një përgjigje, me gjëmë pyet e i zhgënjur apo jo, të më vërtetën, jo, nuk jam zhgënjur. Nuk je, e? Po të një njeri i fort, mëse. Nuk jam zhgënjur sepse kam ditur nga kam marrur dhe ku do shkoja, i kam llogaritur këto vështirësi. I ke bërë këto llogarit. I kam bërë, absolutisht, po. Vjet jetë investimi i kot pastaj. Jo, nuk është investimi i kot, është... Po s'pat një lloj zhgënjimi nga investimin që ke bë? Nuk zhgënje, thjesht nxjerr mësim, nxjerr dhe përgatitur. Tani unë këm ngula, bën strategji të re. Edhe kanë vënë titullin, e ka paraqitur i titullin, fushata zgjedhore negative, siç e thash unë, domethënë që nxjerrin vetëm negativitet helm. Dhe qesharake. Ja le ta fillojmë një sinkron në Rama dhe Basha. Pse është?
po shqyqyr më prezentove unikatipe. O Lul, po Jusenin, e keni ju Jusenin? Teksti Ronz, po ka i pasazh të bukur. Një gjoj që. E djetë kongën e unikatilit? Ku të kanë me të shokët? Ku i ke më ram shokët? Ha? Sa bëjnë 77 më ram? Ha? 313, aty ku ke shokët? Duke shku rrugës për Fierë dhe vjen kjo video nga Luli. O Rame! Kishe pyet kjo o Luli, e? Po mër Lul, si mos pës për këty, na fave sytë më zëni. Po si tham, vdiq Luli, edhe mu se besova, se e di që ti je i pavdekshëm. Ku i ke shokët, Rame? Qak mishe ka vesh Lalieri? Olir Beqa? Dhe të mbeni ka shpëtu për momentin, e? Forca Demokratët Euroatlantik, erdi dita, Rama ik. Si i bje kësaj pune? O ti je më buf se bufit, vjedhin shokët mra pa shpine, ose ti je nona kësaj pune, je kreu bandës, a? Ej po, akoma s'tu bë bajat kjo gjua e bufit më vlla. Vjedhje, droga, banda, po ndroje plagën e gramofonit do artist, ndroje. O Rame! Na nëzore gjumin, që laqe i me vjetër. Pra, e ndoqët ju tani këtë, këshim bashkuar në një Kemi gjithë javën që e ndjekim. montajë, keni gjithë javën e delë për ditë dalin të dy, dhe thonë gjithë të gjera që në pjesë e tyre i djuat, si ju duket këtë teatr tani preç, ti si e prjeton, ti veten teatr shpesh, po nuk veten, teatr s'ka, vete këtu? Shkoj, po kjo nuk është teatr, kjo Nuk është teatr, e? është komedi, kjo është teatr. Po të loj teatri, loj teatri. Komedi, Kabareje, këto. mes komedis dhe skeqeve, dhe që përqeshur, po Kabare. por është politike, nga ana tjetër është e politike dhe në fakt politika e yli është edhe shfaqje. Po bisedonim që Është parë dhe me Rolandin, dhe politika në fakt në fushat është shfaqje, kryesisht është shfaqje. Sepse brenda shfaqjes tretin dhe programet, se do ishte e tmerrshme që të flasim tërkohën vetëm programe. Prandaj është shfaqje, janë gjetje, ka spektakel, ka metafora, ka simbole. Rama të rrim shtrem dhe të flasim drejt, apo të mos e ham hakun, është mjeshtri kësaj. mjeshtri kësaj, me thënë drejt, a gjithmonë shpik ca gjëra, i herë Po të futin loj për të thuaj, po, a i shpik qëllimisht nga këto? Edhe në një fushat ka pas fushat vetëm një timon. Po me atë timon. 2017. Po në 2017 ndonë dhe të justifikon të ndarën me Ilir Metin dhe more timon. Nuk më ka lënë ky, thoshte edhe Po edhe madhe. dy duar, dy palë duar, një timon. Mund të ecim, thoshte? E gjeti atë. Kështu vazhdimisht ka tani... Darjen 2021-shin. I binte Darjes në 2021-shin. Po Darjes 2021-shin se kishte një parandjen që ishte për Darje tamam, se ashtu ishin bolora se digjmandate, bojkotos zgjedhjet vendore, nuk mund të shpërblesh, opozita nuk mund të shpërblej me rrugën që ndoqi. Sot, kësaj radhe, duket ka qenë kërkim, dhe nuk i ka dalë, si me thënë, pjesa, që të ndërtoj i gjë kështu të vazhdueshme me Saliun. Ndoshta edhe s'ka dashur. Pavarësisht se ka kriju këtë Bufit. Këtë metaforën e bufit, ka dhe humor brenda, po nga herë dhe s'duhet të prush shumë. Tani, do zbresim të kjo pjesë. Por jemi këtu të... Luli. Shiko, Luli e ka në favor këtë gjë. Jo këtë pamje se do zbresi më vonë, thamë. Dhe ndiqet programi dhe jepen pamjet që duen. Unë mendoj kështu që e filloj Rama dhe pyetja që mund bëhet në çdo studio që kujt i intereson kjo, në fakt duhet të marrë përgjigje një pyetje që kush e filloi për të shkuar tek përgjigja mundësisht e saktë. Dhe këtë më duket se e filloi Rama, e ka filluar pak për diversion. Në bashkëm, po. Për opozitën përgjithësi, pak për humor, më thënë. Po mos valle duan të dy palët preqa, po. Mos valle duhet, sidomos edhe Lulit mund t'i duhet më shumë kjo. Shiko, Luli ka përfitu, për unë thash pak më parë që Rama që e nisi, duke se ajtë donë të nëzirë të ca përfitime për vete, që edhe për t'i thënë
për skeqit ti. Derisa Ylli e nisi emisionin me këtë gjën, do të thotë që e ka fituar patronet. Nuk ka rëndësi lloji i personazhit. Ai po që je prezent në të gjithë veprën, ai është personazh kryesor. Basha ka pas edhe rrezikun me marrë seriozisht edhe me mju përgjigj në një mënyrë kështu jo humoristike, po themi, që në mënyrë serioze. Aja ka kap dhe në fakt kjo është në favor të Bashës, sepse i ka dhënë mundësi që ai dali në skenë, si përfaqe. Basha paka shumë ishte shumë periferik, kishte përfundu shumë periferik në gjithë ligjërimin politik, në dukjen, në media s'paku. Ai përdorte Facebookun e tij, por në media nuk është së shfaqe, nuk kishin vend për te. Nuk ishte vënd për të, pra, sepse ai ishte i gatshëm kundrejt çdo ftese që paraqitej. Nuk ishin para disa vite që në llogaritë e tyre, sepse shohin si një parti e vogël, shohin sa mund të marrë, bëjnë llogari, sondazhet nuk e tregojnë akoma në një nivel për ta konsideruar. Nuk e llogarisin fare, nuk llogaritet fare në për sondazhe. Po mirë, po media i konsideron gjitha këto kur do të ndërtoj, si me thënë, një studio me politikanë. Në sondazhe ndoshta nuk e kapi këtë që i hodhi Rama, dhe tani ka ngecë Rama mrend, dhe nuk kuptohet kush do dali pari, se Basha nuk ka ndërmend dali. Basha tani çdo ditë vret mendin se si ta vazhdojë, kjo është një po quajmë edhe telenovel, domethënë që telekomedi, po quajmë teleskeç, si dush ta quajmë, ku brenda ka edhe mesazhe politike, është një mënyrë për të drejtuar dhe elektoratit. Dhe që të dy paketojnë mrena humorit mesazhet e tyre, Bashës si është dhe mundësia që të relativizoj edhe atë lapsusin e vetë famshëm 7x7 dhe tani e ka bo si norm, e ka normu këtë matematikën alternative, 7x7, 313, dhe kjo është e bukur kështu nga në vetë vete. Në më Basha po i thot disa të vërteta, ati dhe ai po i përgjigjet në mënyrë relative, ose po i përgjigjet që do për ato qështje. Që të tisni edhe ju, më duket se ka një gjë që Rama e ka stofit vetë këtë mënyrë, më thënë drejtën. Duhet kujdes, sepse nuk e di se si do përfundoj, se Rama këtë loje lunë më mirë se kushdo. Pse, sepse është... Të mbarojmë preqë se të thonë nga 5 fjallë kolegët e tjerë dhe të... Po? Unë mendoj kështu që më në fund besoj që edhe Basha e ka kuptuar që është më mirë të ndjejnë, pra që të marrësh vota duhet të ndjej votuesit se sa të kuptoj, se sa të dëgjoj dhe të kuptoj. Vitin e kaluar në një qershor u miratua programi i partisë që kishte Basha, se e kishte ende vullën si Parti Demokratike, dhe si kushtoj njeri vëmendje. Tani erdhi rasti, ja dha Rama, nuk e di e kanë të negociuar këta, po e ka të rastësishme dhe Basha e kapi, nuk di ta them. Nëse do të jetë e negociuar me Ramën, kam përshtypjen se duhet të marrim pasaj në analizë strategjin pse Rama ka dashur ta bënte këtë skeç, këtë lloj spektakli. Është varianti më i thjeshtë të themi diversion, po ku mund të na vërtetojnë një gjë tjetër në raport me rezultatin e zgjedhjeve. Për shembull, le të bëjmë një hipotezë. Supozojmë se sondazhet, sondazhet deri tani nuk e nxjerrin Ramën mbi 50%. Mund të ndodhi që këtë 40% që i japin, 43% që i japin, mund të japin për shembull votë, mandate më pak se 50. Nuk jam në gjendje ta kalkuloj dhe nuk besoj se 70. Më pak se 70 doja të po. Më pak se 50% të deputetëve. Dhe mund të duhet që mund të ngelet në vështirësi që të duhet të bëj koalicione, domethënë për të formuar qeverinë. Me këta tjerë e ka mbledhur mendjen, sepse ata janë shprehur, si e kanë fjalën për partitë e vogla. Janë shprehur që koalicion ne me Ramën nuk bëjmë, nëse ato marrin mandate ose krijojnë grupe parlamentare. Të bëj një qeverisje me Sali Berishën do komprometoj veten për vetë statusin që ka... Se jo, politika i bën ato. Jo, i bën, e pranoj. Arvin Qori e i tek këtë ide për shembull, që Rama nuk i plotson dhe mund ta bëjmë me Berishën. Mund ta bëjnë bashkë. Por Ramës se intereson më mirë të ketë një si Lul Basha që ka marrë prova lojaliteti, se sa një si Sali Berisha. Se Sali Berisha t'i duhet edhe për zgjedhje lokale atje, do të thënë si ai gogoli për rallave,
për të dëshmuar që shikoni ky është e keqja, unë me këtë zbej. Në fund fare, nëse ngel që edhe Bashën, sado që po e ndihmon Rama tani duke futur në skakerën politike, në diskurin publik, duke bërë një lloj faktori, nuk e di se sa do t'i shtoj vota, sepse pak a shumë njerëzit e kanë krijuar një ide për figurat e vjetra politike, ku bën pjesë dhe Basha, dhe kanë darë mendjen se për këtë do votojnë. Kurioz janë për figurat e reja politike, për këta që futen rishtas në politikën e madhe, por ajo që ndihmon Bashën, mendoj unë në këto momente, është fakti që e para që doli dhe hyri, ashtu siç e tha dhe ju më parë, dhe fakti që ne po i diskutojmë, se nuk do të diskutoj në studiot, as në studiot televizive, as në opinionin publik, por mund të përfitoj edhe tek një fashë elektorale që është Brezi i Ri. Megjithëse e dëmtoi çik Rama me këtë. Po, mund të përfitoj në një vot, se Brezi i Ri voton në mënyrë emocionale. Një minutë. Brezi i Ri e quan humor atë. Brezi i Ri e quan gallat. Dhe Brezi i Ri voton në mënyrë emocionale, domethënë përgjithsisht. Mund mos humbje nuk ka. Nuk ka as Basha as Rama. Domethënë barazimin e kanë xhep, po kapi ndonjë gjë mirë se mirë. Shiko, po kapi ndonjë gjë mirë se mirë me këtë që bën. Po s'kapi ndonjë gjë, humbje nuk ka. Në fakt, sepse më poshtë se ku ka vajtur, për të mbetur nuk shkon dot, nuk shkon dot. Ty për pak fjalë dhe për të kaluar dy kolegët e mi të tjerë. Më falë, mund të bëj një saktësim nisur nga raporti që kam pasur me të? Po. Se keni një raport me një tjetër që bën të njëjtën gjë. Madje ka një video dhe duket se është frymzuar edhe Enkelida Libeaj, nga video e Bashës, që ka dalë dhe ai me vajzat të Spaku për xhirime. Po, interesante. Një dorë mbajnë vajzat të Spaku dhe një dorë të babaj. Të dy vajzat janë kandidate për deputete me listë mbyllur. Nuk janë më. Nuk janë më. Jo, sepse ky truku që u bë me listën e mbyllur ja diktoi kodi zgjedhor. Dhe që të regjistroheshin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të paraqitje. Vajzat janë mbi 18 vjeç, kanë rëndësi për opinionin publik këto video dhe mbi 18 vjeç ne i kemi paraqitur se po të ishin se i kanë nxjerrë vetë ai. Të regjistrohesh. Jo, po varet ku. Qartë, jo ja thotë. Ne kemi vënë pas zë se është kënga është një gjë shumë e njohur dhe e pengojnë në rrjetet pastaj. Po. Që të melodia është një vija muzikore është një këngë shumë e njohur. Po çfarë është kjo tani se atëherë që të regjistroheshin në komisionin që të regjistroheshin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si parti, si koalicion, si janë ata, i duhej që të plotësonte listën e mbyllur me emra të rem, që do dorëzoheshin me emra të vërtet. Të vërtet, po që të cilët kanë një si ai që bën diskutimin e parë. Të cilët duhet të bëjnë dorëheqjen sepse ata kanë dalë me lista të hapura. Dhe e vetmi hapësi ligjore ishte që ata të tërhiqen. Të hapim më gjerë këtu. Të tërhiqen dhe të votojnë vetëm për listat e hapura. Çka sa interesant është. Po pse s'pranuan këtë variantin e parë këta? Cili ishte? Që ka se doktori me Berishën. Cili? Ky me Ramën. Bëj listë të mbyllur dhe listë të hapur. Këta tani bëj listë të hapur dhe bëj listë të mbyllur pastaj për sepse janë të ndryshme këto. Sepse i rin parimit që ata kanë kërkuar që në fillim hapje të listave dhe duan që se cili nga ata që janë brenda koalicionit të futet i barabartë në garë, dhe ai që do të marrë më shumë vota të ketë të drejtën të shkojë në parlament të përfaqësojë koalicionin ose partinë përkatëse. Është e pamoralshme, por është një zgjidhje, domethënë për të përballë. Po, është një zgjidhje të dy partive të mëdha. Është legale, ndoshta nuk është aq e moralshme, por është legale. Më e pamoralshme. Tani kur njeriu s'ka pse të bëjë një gjë të pamoralshme tjetër. Jo, më e pamoralshme. A është e pamoralshme me Berizën? Bëj atë. Po ti je për moralin, më e pamoralshme dakord, ato kanë rënë dakord. Që janë 3 veta të mundshëm për të marrë mandat. Dakord, në një listë me 9 apo 12 deputet, duke vënë emra të tillë, dakor, ti nuk ke mundësi të mund të marrësh votat e lista hapur, por nuk hyn dot. Po të them gjë tela, po të them gjë tjetër zotëri. A flasim pak për moralin. Po them që bëj varianti Saliut më me kjo është e pamoralshme. Varianti Saliut dhe Edi Ramës është varianti më i pamoralshëm. Nuk mundet dot. Pse ky është më i moralshëm? Po të mbyllësh listën, ta bësh me dy fasha. Po dhe këta kanë bërë mbyllje më burr. Të vrasësh meritokracinë. Po zotëri, po them që dhe këta kanë bërë mbyllje. Jo, mos kanë bërë mbyllje, kanë bërë hapje këta. Enkelida Libeaj është me Dashamir Shejn. Pra, njëri prej tyre mund të bëhet deputet. Cili do bëhet nga këta? Ai që do marrë më shumë votë. Nëse do ishin në listë mbyllur, po them i nderuar Tela, po them gjë shumë thjesht. Unë nuk po them kush është me moralshme dhe me pamoralshme. Unë po them dhe halli dashit Halle kjo botë, halli nuk i ngjan. Kështu kanë bërë partitë e tjera të vogla. Ai ka hall që të bëhet deputet. E gjitha. Nuk më intereson fare kjo gjë. Po them që të dy janë të pamoralshme. Edhe ajo që ka bërë Saliu me Ramën, por dhe kjo që bëjnë këta. Urdhro pse jo? Se është pamoralshme. Ore,
Dakor, ti nuk e pranon listën e mbyllur të Saliu dhe të Ramës, dhe ndërton vetë një listë të mbyllur. Si përgjigjen pra? Se jo. Një sekundë, pra. Janë në frymën e kushtetues sama. Po foru me radhë, nuk kuptoj. Po. Pra, kjo nuk është listë fare. Kjo do flaket. Qa është listë e mbyllur, është kot. Ata e kanë zënë listën e mbyllur me emra njerëzish që ekzistojnë, por që nuk kanë asnjë ambicie politike, që janë familjarë të tyre. Po, do japin dorëheqjen ata. E kanë dhënë dorëheqjen dhe taktikë është kjo më, është e njëjta gjë si veprim. Fitojnë ata që janë në listën e hapur. Po, pra. Pra, kjo nuk është e pamoralshme. Kjo është çorientuese dhe këta duhet ta bënin sqarim para se ta bënin listën, edhe këto nisma thurje me Adriatic Club. Po, duhet të shoqërohen. A do dalin prapë te arretares këta? Do ta kishin sqaruar. Do të bëjnë të njëjtën gjë, shumë të besueshme për të flakur listën e mbyllur fare. Ora, ata janë te arretares prapë. Këta mendojnë, jo, nuk janë te arretares. Temi ne, te arretares. Domethënë, deputetët që do fitojnë nga këto parti do jenë vetëm ata të listës së hapur. Ata që janë në listën e mbyllur. Po duke marrë votat e listës mbyllur. Jo, fare, s'ka vota, nuk del fare. Pra digjen ata, po. Në vërtet në votimin ti se ke listën e mbyllur fare. Se ju duhet kjo. E ke. Jo, e ka formalisht. Janë emrat. Janë, Është kodrati mbyllur. Pra, ti do votosh vetëm për listën e hapur dhe për partinë. Këta për ta shmangur fare listën e mbyllur, pra që të marrin 0 vota listën e mbyllur, ti kanë listat e hapura, kanë marrë familjarët e tyre dhe kanë futur aty që të jenë sa për numër, sa për të qenë. Ato dhe janë 0. Jo, po është e besueshmërisë, se ata kanë besim që ata bëjnë dorëheqjen, të tjerët s'e bëjnë dorëheqjen. Sa për numër, sepse ata kanë dorëheqjen. Ja mirë, kjo bota ku jetojmë ne këtu është marifete. Ky është një marifet tjetër. Ky është një truk, jo i pamoralshëm, marifet. Por çorientues pak. Te fleta e votimit. Te fleta e votimit që ti do marrësh, do kesh mundësi të vesh kryq vetëm te lista e hapur. Te lista e mbyllur ti nuk ke mundësi të shenjosh. Për këtë arsye, ata kanë përdorur edhe këtë lloj trupi. Ikim nga këtu, kalojmë te Edi Rama, duket se po bën fushat negative. Shiko, Edi Rama për mendimin tim ka gjetur termin buf. Ju i quajnë negative fushatat, po fushatat janë më pak negative se të tjera, mendoj unë. Edi Rama është flet kryesisht ka dhe merret me bufin tani, bufi thot Sali Berishës, ka 2 linja, mendoj unë. E para linjë është që flet për të ardhmen dhe nuk bën bilanc. Dhe ka zgjedhur si alat vetën BN që nuk flet dot dhe nuk ka emër, nuk e përgjithshon dot. Dhe Spakun, që sigurisht nuk ndryron politik dhe nuk mund të flasë. Duke shfrytzuar me meslëkun e të dy këtyre institucione, Rama bën si heroi i Spakut dhe heroi i BE-s. Dhe jep 2 premtime të cilat nuk varen fare nga ai. Sepse nuk varet nga ai Spaku më, nëse do punoj apo jo, po ta marrë si institucion, që është institucion pavarur, dhe aq më tepër integrimin në Bashkimin Evropian. Për shembull, sot standardet PURS që bëri vlerësimin e Shqipërisë pozitiv, një nga pikat e raportit kishte që nëse nuk përmirësohen raportet me Greqinë, Shqipëria nuk antarësohet dot kur në BE. Obligoj të bëjmë pyetje më të kjo është një tregon që nuk varet nga Rama antarësimi në BE fare. Po, ke kam pyetje këtë, po ndërkohë mirë bëj kjo përgjigje. Ike tek kësaj. Tani po mbetemi te pyetja drejt për drejt që kam unë. Po. Tani në cilin vend të botës bëhet fushat dhe ti thua tjetrit buf, qen, gomar? Po një sekund, edhe këtu. Pjesa tjetër është kjo, pse pjesa e dytë e Ramës është fushata negative dhe përçarja. Fushata negative e ka me PD-n, pastaj Bashën përdor përçarjen e opozitës, sepse i intereson sa më shumë vota të shkojnë te Basha, sa më shumë Basha të merret seriozisht si opozit, aq më pak vota merr ajo që është koalicioni për Shqipërinë Evropiane, që është opozita më e madhe që ka ai dhe që i friksohet vërtet nëse marrin mbi 70 deputet. Kështu që lufta e tij me Bashën është qartësisht me një qëllim shumë të qartë për ta rikthyer në politik, për ta bërë për të marrë sa më shumë vota, sepse nga çdo parti e vogël, edhe nga Gronshe, mund të rrjedhin votat e opozitës sot me votat e PD-s, edhe te Lape mund të rrjedhin votat e PD-s, por me e sigurt se gjitha këto është Basha dhe Ali Bej, që mund të rrjedhin votat e Partisë Demokratike, që është kuptohet baza e këtij koalicionit opozitar. Dhe nëse ndahen këto vota sa do pak në çdo qark, humbasin deputet në çdo qark. Kjo është logjike. Pastaj kjo bufi kënaqësi që ju e konsideroni është negative, por nëse ju kujtohet 2021-shin, ai dilte me posterin me Ilir Metën dhe me Sali Berishën, që kontrollonin Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin dhe thoshin do votoni këta, po do fitoni këta.
dhe ishte shumë i egër dhe shumë negativ se sa që sot me bufën e Kënedës, që i kam shumë si një fabul të Ezopit, e kupton? Këneta dhe bufi e tjera dhe përdor vazhdimisht edhe si imazh. Kështu që kjo fabul në krahasim me atë që ishte në 2021 është shumë e dobët. Por përqendrimi i fushatës së tij, përveç bufit Kënedës, është në përgjithësi nuk është negativ, nuk është negativist, por bazohet në këto gjëra që në fakt në gjëra në gënjeshtra praktikisht. Qartë. Në premtime që nuk mund të mbahen ose nuk varen prej atij për të mbajtur. Siç është Bashkimi Evropian. Siç është ndërtimi Si mendim keni ju për Bashkimin Evropian? Jo, për Bashkimin Evropian mund të them këtë që ka rol, pa diskutim, është dhe në dorën e qeverisë çështja e integrimit, sepse në rast se integrimi do të bëhet duke u mbështetur tek respektimi i kritereve, dhe në aspektin teknik, të realizimi i gjithë objektivave që janë vendosur tani që janë në fazën e negocimit, që është bërë hapja e negociatave, kjo do të varet nga puna e mirë ose e keqe e qeverisë. Po bëri punë të mirë, rriten shanset për të hapur, po bëri punë të keqe, zvogëlojnë shanset. Ama pastaj ajo që nuk varet nga Edi Rama, dhe që ai thotë që ky është elementi kryesor, kjo që do them tani, është ajo që tha dhe ju në fillim të emisionit për arsye gjeopolitike, pra integrim i Shqipërisë në Evropë për arsye gjeopolitike. Po të jetë për arsye gjeopolitike nuk varet fare nga Rama, sido që të jetë rezultati i zgjedhjeve. Nga Rama varet vetëm kjo, të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme, që mos të kontestojnë nga Bashkimi Evropian dhe të japi një mundësi. Rama është duke qenë politikan dhe i sprovuar shumë në këtë pikë, e kupton gjendjen që është Bashkimi Evropian tani, Ballkani, bota, e kupton më mirë se të gjithë të tjerët që është një kohë shumë oportune, si që ishte koha për në NATO e këto. Janë elemente të cilët politika i ndjek dhe i kërkon shumë. Opinionit publik që votuesi nuk me t'i drejtojt do të me arritje të brendshme, se arritje të bilanci në këtë... Me arritje të brendshme Ballkani kur nuk është në këtë e ka deficitar, edhe ka të kompromentuar për shkak të korupcionit lartë dhe arrestimit të stafit. Tela, për 313 në gjithot bashkë. Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë bërë një program të mirëfillt kur kanë qenë opozit në vitin 2013 dhe fituan zgjedhjet. Në 2017 dhe në 2021 nuk kishin më program. Dhe gjetën fabulën e timonit dhe arsyet në 2021 faktin që pandemia dhe tërmeti që në dy arsye që ata nuk e zhvilluan se që duhet programin e tyre dhe kërkonin votën për 4 vitet të tjera. Dhe në këto dy momente, a i ka qenë më i pasigurt për fitoren. Prishi koalicionet në 2017, i prishi sërish me liqë koalicionet në 2021. Dakor? Sepse e ndjente forcën e opozitës. Në këtë moment, a i ndjet më i sigurt se kur të fitoria. A i nuk di se sa mandate do të marri, sa kërkon dhe sa do arrit marri, por që do të fitoj zgjedhjet, ai e di shumë mirë se di shumica e njerëzve. I vetmi element tash që duhet kishte një fabul për elektoratin dhe ka zgjedhur fabulën e BE-s. Ndoshta me qëllimin, për të gjithave që thanë kolegët, me faktin që në këtë radhë për herë të parë kemi edhe diasporën që voton. Dhe diaspora çfarë ndjen? Sekondo Tela, në 2021 unë kam intervistuar Edi Ramën, pas e bërën bisedë për aprake, dhe a i tha 74 morën? 74. Dhe ata morën 74. Mua ma tha këtë për para edhe në emision, dhe para zgjedhjeve. E deklaroj vetaj, më bëri, shkoj atje në Kuçë dhe bëri listën se sa mandate do merrten çdo qark. Ne marrim 74. Po them që tani është më i sigurt se kur që do të fitoj, por thjesht nuk kalkulon do të fikse sa mandate do të marri. Dhe është dhe me i relaksuar, dhe me thëmë. Po, dhe fabula e BE-s, dhe më thënë, ka prekur të themi ëndrrën e gjithë shqiptarëve që 90-ën. Pra duam të antarësojmë në BE. Nuk e ka ndorë. Por ndoshta ka ndorë të josh edhe elementë diasporës, njerëz të cilët jetojnë atje dhe s'kan dokumenta. Dhe çfarë luan? Luan me kartë me pasaportën. Dakor? Ata janë atje emigrant, nuk kanë letrat, mund të jenë ilegal, dhe janë me idenë që duke vazhduar që automatikisht ata fitojnë e qartë. Mund të fitojnë. Kjo është fabula, por në realitet është një risk, është një psik me dy presa. Po jo, më nuk fare. Është e qartë që s'ka asgjë në dorë. Është e qartë që ai s'ka asgjë në dorë në këtë mes. Pra nuk varet nga vullneti i Edi Ramës. Po të varet prej tij, e kishte zgjedhur 12 vite me radhë. Është e qartë që nuk ka asgjë në dorë, thotë Tela. Ti si mendon për këtë? Bashkimin Evropian. Nuk kanë gjë. E premton Rama dhe flet për ditë. Përveç bufit, thotë edhe Bashkimin Evropian. Ka që kategorik, nuk besoj se do të jemi, sigurisht që ka logjik në atë që thotë Tela, sepse situata gjeopolitike është e tillë që e favorizon Shqipërinë. Si që ka favorizuar
Kjo është tjetër gjë. Po s'ka lidhje me qeverisjen e PS-s kjo. Po them këtë gjë që kryefjala e hyrjes në Shqipërisë me titull plot në Bashkimin Evropian nuk është një fjalë në erë. Kjo s'ka lidhje me Ramën, ka lidhje me gjithë kontekstin që jetojmë gjithë ne. Sot Evropa, sidomos mas zgjedhjeve në SBA, dim gjithë, nuk kemi pse bëjmë sikur nuk e dim, është në atë diskutimin, përpjekjen për të krijuar një vetëdije të re. Kjo është gjeopolitik. Gjeopolitik. Pra Evropa tani kërkon që të zgjerohet me shpejtësi drejt vendeve kandidate. Shqipëria përfiton nga kjo, por Shqipëria vetë, pavarësisht nga kjo, është në këtë segmentin e fundit drejt mritjes, që është hapja e negociatave. Dhe sigurisht që Shqipëria në qoftë se nuk përballet me hapjen e negociatave, me kompetencë profesionale me tjere, Shqipëria do të bëjë autogol. I kishim plotësuar në standardet dhe kërkesat 2008 për të futur në NATO? Ose Greqia me Portogalinë në vitet 80, sa doli nga diktatura, u futën direkt në BE, pas ka një momentum. Përse Evropa, kur nuk kishte probleme që ka tani, këtë politikën e zgjerimit e përdorti si lastik, edhe të linte me vite, mund të na linte 10 vite tjera. Por Evropa po mblidhet pa arsyet e veta. Dhe me qenë se ne mund të kishim merituar hyrjen në Evropë, them drejtë, kam mendimin tim, me vite. Ne nuk kemi pas një gjë shumë të ndryshme nga Bullgaria dhe Rumania, që kanë hyrë në vitin 2007. Imagjino, domethënë, ne për me hyrë në NATO, diferencën me Rumaninë dhe Bullgarinë e kemi pas pak vite, 3-4 vjet, me hyrë në Evropë, diferencën me to, tani na shkon 20 e sa vjet. Kjo është plotësisht e pa përligjur, edhe ne ka herë bëhemi më puritanë se që duhet, dhe themi Shqipëria se ka plotësu, askush se ka plotësu. Nuk e ka ndash as politikanë shqiptarë integrimin e Evropë. Prit. Por ka pas një geopolitik që e ka vështirësu. Pse? Sepse Shqipërinë e kanë vu në këtë varkën e madhe të Ballkanit Perëndimor. Ky Ballkani Perëndimor është me vende që njëri tërheq një anë tjetër, nuk i kanë ndarë. Po fabula na votoni ne. Maroj kjo, mos bëjmë histori. Rama në këto zgjedhje duke e përfituar tani edhe nga geopolitika garancin e premtimit, por duke interpretuar edhe nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian që po vinë në Shqipëri, se ishte komisionere për zgjerimin, ishte këtu dhe foli me gjuhën që kemi folë ne, në brenda vitit 2027, 2028, pra tani kjo nuk është një projekt vetëm i Shqipërisë, ose një ëndër e Shqipërisë. Kjo është një projekt evropian. Nese, unë nuk besoj se shqiptarët do venda votojnë Ramën, pse thot ju do fut Shqipërinë në BE. Okej, të ikim këti moment. Interesave të tyre se kemi shumë pyetje. Për fushatën. Për këtë, për Rama, e jam dakord me Ali me Bejkon. Po, jam dakord se që Ali Bej, po dhe ke patur kryetar që shumë kohë nisët nga kjo. Dhe nga trone. Nisët nga mbiemri. Është ajo Bej atje brenda. Se në një subkonscienca bën punë shumë. Ajo Beja ishte përbashkët ajo. Bejler domethënë. Kjo nuk është fushata më e egër. Shqipëria këtë fushatat me nofka, përdorimin e nofka. I ka sportin e vet. Brava, Fiku, është plotë për plotë. Ata i japin një lloj. Brava e ky doktori për lutë. Jo, kanë gjithë. Ishtë nuk përbën fushat negative. Me ishe që ishtë nuk përbën fushat negative. Jo, për nuk. Fushatat i japin një lloj. Të radhë? Të radhë së përën. A i e ka shpikur fushat negative? A i e shpikur, po. A i e shpikur, po më duket se duhet të kesh rolet e ti atje në fillime. Në fillime. Jo. Por, ajo që të themu, Merua ka? Ta mbyllim aty ku e la dhe tela, që i përmendi shumë saktët dhe gjitha fushatat, Rama ka pas një fat. Ka pas fat peshqeshit që i ka bërë opozita në të gjitha zgjedhjet. Në çdo zgjedhje, Rama sot duhet të shkonte në shtëpi. Pa i në shtëpi është në fakt? Jo, për flasësh që si premtim kryesor. Me pranimin BE, me lavdata që merr nga zonja Kos që vjen këtu, s'ka asnjë rëndësi, do shkonte në shtëpi. Atëre, mandatin e 4. Reci e tonë hyri në një pikë interesante, për cilën do të bëj pyetje. Jo, ta vjojmë tani. Jemi në rregull. Le ta marrë fjalinë mot. Po e pra se peshqeshet, çfarë ishin peshqeshet? Në të gjitha zgjedhjet i është bërë një peshqesh. Dhe, si më thënë,
ati ka po e marr gjeli këtë me këte opozit. përfundim. Këta radhe, I bën dhe vetë nga i përshqeshe. Për ta shtyrë më tej, unë po e marr këtë konkluzion të zogajt dhe po them, si ka mundësi që Edi Rama, edhe goditje që spak i ka bërë kundërshtarëve të tij të afërt, i merr dhe i kthe në favor. Pse ndodh kjo dhe mbi gjitha si e lejon opozita? Apo kanë kompleksin e vetë nga që Saliu i kapur të... që se më them mu dhe po them ka që... Apo të me, po. E thash... Mendoj që të Berisha nuk mund të temi që është i kapur, sepse jemi akoma në tim, po... Po që Berishën është për gjithë Partinë Demokratike? Por, që a i bërë një one-man show me një gjutë thjesht për njerëzit, me premtime që janë premtime të paralizueshme dhe që ndërtojnë për bazë një gënjeshtëre, por që a i bëtë thjesht dhe të besueshme për njerëzit të prekshme, kjo është e sigurt. Dhe këtë e bënë pikërisht sepse opozita nuk meret, nuk e ndjek hap pas hapi për ta përgjigjëstruar, për të bërë atë pjesë të fushatës negative që është e domosdoshme. Për shembull, kur zoti Rama thotë që unë do fuj ty në be, se vetëm unë mund ta çoj Shqipërinë në be, ne mund të thuhet që në herën e parë, me një herë thuhet që kryeministri që ka bërë hapat më të ngadaltë drejt BE-s është Edi Rama. Që nga 2014 deri në 2024 bëri 0 hapa në BE. 0. Nuk ka ndodhur kurrë me një qeveri që në një mandat 4 vjeçar mos ketë bërë 1 ose 2 hapa në BE. Vetëm me qeverinë e Edi Ramës në 2 mandate 0 hapa. Pra, kjo është një gjë që thjeshtësisht e përgjigjëstrueshme. Kur u thotë ju do punoni në be, sa po të hymë bene, ju do shkoni të punoni ku të doni, që kur t'jeni italian, që kur t'jeni anglez, kështu, gjerman, prap gënjen. Sepse marrëveshja e Schengen, lëvizja e lirë e krahut punës nuk është në ndarësim në be, nuk hyn, nuk shkon direkt. Romania me Bullgarin para 2 vjet, para si vjet e morën atë të drejtën e punës punëtorët, të drejtën e punës si punëtorët e BE-s. Domethënë në 2006 2007 e kanë pasur integrim të kushtëzuar, po të gjitha vendet, kështu e kanë, edhe Polonia, kështu e ka pasur. Pra, të gjitha vendet, pasi futen be, kanë një marrëveshje tjetër për lëvizjen e krahut punës dhe për punësimin be. Prap gënjen, paskush nuk e përgjigjëstron nga opozita. Dhe ai ka një terren të hapur, të gjë që nuk e ngasmon asnjëri për të gënjur dhe për të bërë një gënjeshtër që lidhet me fatet e njerëzve, të cilat njerëzit vërtet i duan shumë, i kanë pritur kaq shumë, kaq vite. Dhe vetë një gjë për Schengenin që ndryshon nga Shqipëria në be dhe Shqipëria jashtë BE-s është që radha kur shkon në kufi, ti nuk do jesh në radhën e atyre që nuk janë në komunitetin evropian, po do jesh në radhën e atyre që janë në komunitetin evropian. Vetëm kaq ndryshon me lëvizjen. Asnjë gjë tjetër. Nëse më lejon vetëm një fjali. Bile ka ashpërsim të madhe dhe nuk ke këto para që s'futen për banka dhe që... Përveç tjerave. Flasim për strukturimin ekonomisë. Flasim për marrëdhënie pista, po flasim vetëm për këtë. Për pyetje që bët ju, lidhur me këtë pyetje vetëm një fjali kam për të shtuar nëse mundet. Patjetër. Që edhe nëse opozita do të bënte përgjigjëstrimin e Ramës, që mirë është që kur janë fushat elektorale ti mos jesh i dyti të bësh përgjigjëstrime, po të jesh udhëheqësi. Pra të çohet Rama të përgjigjëstrojë ty dhe ke dhe avantazhin që je në opozitë. Gjë që opozita nuk e bën dot, po dhe sikur dojë ta bëjë opozita këtë gjë, pra të jetë ajo që e përgjigjëstron Ramën, nuk krishton dot pikë vete sepse aty ka Berishën. Ka pikërisht krijesën që Rama e donte ta kishte atje, domethënë Berishën me këtë status që ka, me këtë gjendje që është, në këtë moshë që është, me këtë ekip që ndërtoi Berisha, me këto premtime që bën Berisha, pra me gjithçka që ka Berisha, që është Berisha, domethënë me të gjitha, Rama është ajo që tha Preçi të iki në shtëpi sepse zgjedhjet i ka fituar. Rama është aty, është i relaksuar po ta vësh re, del bën gallat me Lulbashën, i jep një dorë Lulit për ta ndihmuar, e nxorri Lulin nga heshtja se Luli vet që kur u kthye si kryetar partie vajti u fut në shtëpi, domethënë dhe nuk dilte të bënte na vinte në ciklet të pisin për të. Pra, në këto kushte Rama është i relaksuar sepse ka Sali Berishën përballë. Flet gjatë. Luli flet gjatë thotë Rama. Po. Gjumin e ka të gjatë. Jo, po e bukura ishte kur i tha, shkoj, tha, se unë së të ndihmoj do të më shumë, i tha, se zojt e kloçkës, i tha, po t'i ha bufi kënetës, një nga një. Po t'i ha bufi zojt, i tha. Po, Tera, ti tani si e mendon këtë? Për? Do me thënë edhe Spakun që e ka arrestuar gjysmë e qeverisë, dhe një mirë e kthe në favor. Mos vadësh ky kompleks. Një përgjigje. Po, e theti më duhet. Për Spakun, ja.
Po jo, mos e ti për spakun e dim paka shumë, atë thua ti. Për këtë Ja di përgjigjen preqit. Ja, vërë, po. si s'ka bërë fasitë. Isha, ka tani po. Për të ndryshuar nuk e ndryshon, qëndrimi nuk e ndryshon. Thash pak më parë. Pra, çështjet që e ngret Basha në këto tallavat themi të politikës, se kjo është që ngjit te populli, Rama i përgjigjet, i jep përgjigjet. Pavarësisht se i relativizon çështjet, përgjigjet janë brenda. Dhe mes tyre tha, një bie, po mira ngrihen. Një bie mira ngrihen ta. Kështu që ai e ka gjetur një lloj zgjidhje, një lloj justifikimi në elektorat. Plus ai duhet bie mira ngrihen. Po pra, plus të tjerëve vazhdon me atë fabulin që kjo reforma drejtësi, ky spaku do ishte sepse jemi ne, se po mos ishim ne. Pjesa tjetër do ta shkri dhe pjesa tjetër nuk del ta sqaroj këtë pjesë. Presh tani ti e ke radhën në... Jo, unë them këtë që duhet dimi gjë që opozita nuk arriti 4 vjetë me superu asnjëherë, sepse ne kemi ndjek në curi dhe në tërë botën, partitë politike, opozita dhe qeveria, e masin, suksesin apo mos suksesin e tyre përmes edhe zgjedhjeve ndërmjet me që janë zgjedhjet vendore, por edhe përmes sondazheve. Në Greqi, për shembull, merret vesh 2-3 vjet para se opozita po e parakalon qeverin, po edhe në Evropë. Kuptohen për para. Ne kemi ngec. Në Turqi u kuptohen para, për me ndodhi. Ne kemi ngec, jo, nuk ndodh që opozita afrohet. Jo, kuptohen nga sondazhet që fiton dhe Imamoglu. Ne kemi ngec, sepse opozita i ka ofruar, opozita Partia Demokratike u ofroi zgjedhësve vetë krizën. Pra detyra e liderëve ishte të zgjidhin krizën. Ka përcjellën krizën, ky nuk u hidhet e zgjedhësve elektoratit, ne kemi ca problemet tonët edhe ne, kjo është edhe i hidhet. Domethënë, kalojnë 4 vjet. Kjo është në mandatin më të zi të qeverisë Rama, sa i takon korrupsionit të hetuar, sepse retorikë për korrupsionin është bërë edhe përpara, por korrupsionit hetuar, numrit të zyrtarëve socialistë, të qeverisë qendrore apo vendore që kanë shkuar, janë hetuar, kameruar hetimi, janë dënuar. Pra, një bilanc i papar në historinë në një partie politike, në Itali, partitë historike janë rrëzuar me shumë më pak se kaq, në operacionin e duarve të pasta, ka pas pak, nuk arrin të përfitoj opozita. Kjo është problemi. Nuk fiton Rama. Opozita e përgatit fitore kur vjen të fushata pyetja tjetër tani, preq. Je brenda kësaj pyetje jo. Jo, po na mbeten pjesë të rëndësishme. Po? Se Italia u bë krahasim me duart e pasura. Në Itali u hetuan ata që vërtet drejtonin korrupsionin. U drejtuan kryeminist Bettino Craxi, kryetari i PS-së dhe kryeminist. Po, Oratis iku. Që Oratis dhe vdiq në mërgim. Në Libi, ku vdiq? Ishte, se tjetër kush për korrupsion, tjerët ishin ministra, kështu, vetëm ai ishte. Po pra, kryetari i Partisë Demokratike. Nuk u hetu për korrupsion. Pra, u hetuan për lidhje me mafian. Craxi po. Jo, pati tronditje politika italiane. Pra Craxi po, se Craxi vdiq jashtë Italisë. Pra, në Itali gjithë klasa politike, Giulio Andreotti, u hetuan për lidhje me mafian. Pra, ishe u hetuan ata, tek ne nuk ka hetim në këto nivele. Tek ne hetohet, Velia është niveli më i lartë dhe është niveli i parë dhe i vetmi dhe mbeti i fundit, një zyrtarin detyrë. Ke zëvendës kryeministrin? Një zyrtarin detyrë, ishte zëvendës kryeministrin. Gjithë janë që isha dhe çuditërisht të gjitha këto janë statistike që shkojnë BE-s dhe na afrojnë me BE-n. Pra, asnjë gjë nuk na thot ne me siguri që kjo nuk është orkestruar nga Rama. Për spakun. Pse ka avantazh Rama? Jo, kam dhe unë një shtesë. Rama e ka avantazh. Një drejtësi që është i 100 sa vjeçar, me krahasim me një spak që ka filluar 3 muaj. Po nuk po e krahasojmë presh tani pas ne se ti nuk të le. Po ylet e spakut ti të vret. Ka të bukur Preçi, po se kishe mendjen ty Ylli. Ylli tha, Preçi tha një gjë të bukur është avantazhin e ka e merr ai që menaxhon krizën. Në fakt e ka përpunuar Këshilli, ai që menaxhon kaosin thot fiton zgjedhjet. Ai krijon avantazh. Po unë duhet të vi tek pse Rama ka aftësinë ta kthejnë avantazh goditjen që i është dhënë. Sepse opozita taktikisht ka lëvizur shumë gabim. Dhe e kam fjalën për Sali Berishën veçanërisht, se pjesa tjetër e opozitës është në rregull e mbështet spakun. Sali Berisha del dhe u thot qytetarëve shqiptar unë do shkris spakun. Ndërkohë që dihet politikash perceptim, qytetarët shqiptar spakun në shumicën e tyre të paktën sipas sondazheve që kanë dalë,
sa të vërteta janë nuk e di, por shumica e qytetarëve shqiptar thonë jemi pro SPAK-ut, deri në 70% e tyre. Tani ti bën një veprim jo elektoral. Ti deri do thua qytetarëve shqiptar atyre që do të japin votën, unë do të shkryj dashurinë tuaj më të madhe që është SPAK-u. Kurse Edi Rama e kuptoi këtë, e nisi ta bënte gabim këtë me Erion Velin, e kuptoi që kurth, ose ndoshta e bëri lojë dhe atë aq sa bëri për Velin, sa për të thënë që për të largojnë, por e kuptoi që nuk mund të bënte të mbante një qendrim jo elektoral ndaj SPAK-ut. Kështu që kthen avantazh. Me nga fillon Abili Egaj, e dua me nga fare pa kohë qartë, po opozita çfarë fushate ka zgjedhur. Dhe a funksionon kjo lloj. Apo është që del vetëm doktori aty, me thënë të drejtën, unë shoh, hap median të gjitha, e kaloj të gjithë në tonë, dhe del vetëm doktori që flet 2-3 herë me atë në krahë. Te del Rama. Garon, me zonjën Garon. Te del Rama, sigurisht, po, ka dhe njërës të tjerë që dalën. Që të shkojmë dhe opozita, do filloj nga Rama. Pësë ka një organizim që Rama është one man show, si që ka bërë gjithmonë, të tjerë janë ata që punojnë poshtë me bazën, me takime, me kontakte direkte të tjera, me mbledhin votat. Dhe një parti, sidomos që është pushtet, që punon me patronazhim, që njeh çdo problem që kanë njerëzit e tjera, e përdor këtë në mënyrë shumë efikase, aq sa ne akuzojmë që deformon votën, dhe këto janë akuza që edhe qëndrojnë. Nësa tek opozita, Berisha është i vetmi që e ka seriozisht, të tjerë tallen. Asnjë s'punon. Thua? Po. Vetëm që ka seriozisht Berisha, të tjerë bëjnë ato si ai spoti Krevis Balliu, të talli Rama pastaj. Si del nga shtëpia ai, bën një thot, to janë pjata poshtë, to janë pjata plot. Ja me këtë me që thot Abili Egaj, jemë ndihmon me 3-shin, jo 2-shin, ë? Do ta kemi më vonë këtë sinkronin 2, me sinkronin 3. Tavolinat e shqiptarëve janë gjithmonë më të varfra si rrjedhoje mbi taksimit, vjedhjes dhe korrupsionit të Edi Ramës dhe bashkëpunëtorëve të tij. Me programin e Partisë Demokratike, me uljen e taksave dhe rritjen e rrogave, tavolinat e shqiptarëve do të mbushen plot e për plot. Po, zotin Kryeministër, ne kemi një program. 500 euro rroga minimale, 1200 euro rroga mesatare, 200 euro minimumi jetik, rritjen e pensioneve, të gjitha gjëra që ti nuk i bëre për 12 vite. Ti nuk ke si ta kuptosh mjerimin dhe varfërimin e shqiptarëve, kur zotrote në tavolinë ban 35.000 euro një shishe verë. Sepse ti, zotri, nuk je marrë me ekonominë e shqiptarëve dhe mirëqenien e tyre, po je marrë me mirëqenien tënde. Ti e marrë me vjedhjen e shqiptarëve, me afera korruptive si sterilizimi dhe inceneratorët. Po nuk ka rëndësi se çfarë kupton ti për shqiptarët. Rëndësi ka që shqiptarët të kanë kuptuar ty dhe të kanë prerë biletën. Nisjen e ke me 11 maj. Abili Egaj që duke thënë, por ndërkohë Pra ju e patë sot Berisha doli të foli për programin, për pronat. Televizi shket për ja thoshte mo, këtë dhe tani këtë. Da me Luk Floriri. Aja të buf, këti thot këshu, këti thot. Ishte një gjë që nëse këshim parë që nga viti 90, që kur beshin ato me kamerat amatore, nuk kemi parë spote si elektorale. Por ama me këto meret. Po normale, pra, nuk janë gjëra që i lejon një parti politike serios. Po dhe penalti. Da me Luk Floriri, pra, e këton? Ato janë gjëra që beshin vitet 90, ditë të njëri me ato kamerat të parti Ylli Rakipi që të thot në një se du penaltin. Jo, për gjithë shoqëria ishte e urritur, thuaj. Ushqimi që... Jo, do të zhjiri si pas kokës vetë. Nësa tani fushatat elektorale janë të përqendruara, paguhet një kompani amerikane që drejtohet nga Lasivita për fushatën elektorale. Nuk mund të dalë çdo njeri me çdo ide që ka për një spot elektoral me një kamera amatore apo me celular. Se duket s'ka ardhur akoma, s'ka filluar punë, se po filluar. Jo, zoti Berisha sot tha që jemi në kontakt përditshëm me ato. Jemi përditshëm, po ai ishte marshall, tha. Pra, nuk është ushtar, tha. Ai ishte njeri i rëndësishëm, tha, dhe do të vi më vonë. Dhe po të shohësh pastaj organizimin, pse është organizimi? Ja thamë ne për Ramën, që Rama flet për gjëra që nuk ekzistojnë, të pavërteta. Dhe ai departamenti që merret me integrimin Bashkimit Evropian PD, ku çfarë mund të jetë ai departamenti, kurse nuk e di kush është, nuk ka bërë oponencë. Nuk ka marrë mundimin të ulet
në mes fushatës elektorale për t'i bërë gjysmë faqe oponentës. Këtë drejt, e bëri vetë Berisha në fakt. Pas Berisha vetë se ka bërë, sepse Berisha ka thënë 2-3 gjëra, po s'është bërë një oponent serioz, thonë 2-3 gjëra, si është kjo çështje? Jo, se ka marrë njëri mundimin fare. Ai flet për spakun për luftën korrupsionit, ke parë ndonjë oponent ka Partia Demokratike? Jo, nuk angazhohen ata. Mua më kujtohet Anton. Shikoni Këshilli Bashkiak ju. Shumë vite më parë, në vitet 90 ca, fushata e ndiqnin ne se ishim dhe të rinj, preç. Ndiqnin fushatën, një herë kemi ndjekur Sali Berishën, gazetarët, nga Tirana në Gjirokastër. Dhe unë kam fjetë 2 ditë pastaj, për shkak se nuk e ndiqnin dot. Ylli, po nuk e ka faj njëri Sali Berishën së burë, se i hoqit gjithë njerëzit që ditë të punojnë. Në Elbasan, se kam vetëm fjalën për vete. Duke folur kështu në komunitet, në Elbasan i thashun, ore, po ty nuk dëgjonte njeri se fole gjatë. Valla, si s'më tha njeri mua për këtë gjë. Nga këta të vetët nuk flistin ata, preç. Pas i këtë ju një grup që fliste, kujtojë ty, fliste ju dhe fliste e engrët pastaj. Se dhe a i s'të lejo të flasër. E engri preç i këta i këtë. Po pëse ne e mirë flistim? Por e flet mirë, ka rase që s'duhet të flasësh preç, fare. Mund të flasësh thua është gjërat më të mira në botë, nuk lejohet të flasësh më. Është e vërtet. Duhet të kuptosh kur do ai. Ata që rinë atje, po Tritani, edhe Tritani flet më, pa i e di kur duhet të flasë. Nuk formuam atë parti. E di kur nuk duhet të flasë. Nuk themeluam atë parti. Nuk tjera pazarar. Nuk themeluam këtë lloj partijeni. Nuk të bëra akuzë, të bëra lëvdatë. Nuk ishte akuzë. Shiko, nga fjala... Nuk ishte akuzë, preç, kolegët e kuptuat do. Akuzë ishte gjë kjo? Jo, nuk jo. Fjala lirë penalizon diktaturë, nga fjala lirë nuk penalizon demokraci. Deshi Sali Berisha me e bo vetëm, Veç duhet të kuptosh. Unda nga gjithë tjere të shpuna tjere. Me doktorin, për shembull, po dhe me Ramën, me çka më reunë, në këto 35 vjet duhet të dish kur të flasësh. Sepse këta të heqin. Ditë të flasësh si Tritani, rritë të rjetën. Ditë të flasësh si tjetri, të rjetën atë. Dhe në vdekje. Ylli, ata nuk të heqin vetëm kur flet. Ata të heqin dhe kur punon. Ke folur gabim edhe ti. Një minut. Edhe pse je miri, ti disa herë ke folur gabim. Edhe i ke ikur. Ylli, më dëgjoj pak këtu. Ata nuk të heqin vetëm kur flet. Ata të heqin, Sali Berisha, të heqin dhe kur ti punon. Pse? Sepse nëpërmjet punës si do ndërtosh network. Po. Dhe networkun, Berisha e ka frikë ta ketë individi të pazotruar, duhet ta ketë vetëm ai networkun. Ai duhet ati ai network që ndërton ti zotri. Jo. Atëre ti duhet të jesh javë të kuptosh që ati si duhet networku dhe vazhdon. Pikërisht, po prandaj ata njerëz e kanë kuptuar çdo Sali Berisha, Preci asnjëri se ka kuptuar rrugën e tij. Është ajo që thoshte Preci te shkrimi. Vejni thon Sali Berishës do të heqin ogradën trapi, e marrin në qafë Sali Berishën, del aty dhe ndërton strategjinë Berisha me ëndrrën që i ka ndërtuar këta që beson si të vërtet. Edhe ata e din çdo Sali Berisha dhe ja thon. Asnjëherë zotri nuk e ka kuptuar çfarë don ka dashur doktori. Dhe doktori po nuk e kuptove çfarë do. Jo, e dish nuk kuptoj. Të heq vështrimin. Edhe e drama të heq vështrimin. Jo. Heq vështrimin dhe Rama gjithsesi. Ylli, si e shikoj unë Preçin. Po të hoqën vështrimin këta dy mbaron pas. Në politikore pak shumë. Ne takohemi këtu. Preci është si ajo që thot Nietzsche, dëgjoj, të gjithë lëviznin me maska. Unë thot Preci, lëvizja pa maskë, thot. Dhe ndoshta këtu është gabimi, se lëvizje pa maskë, lëvizje i vërtet. Zgjedhja nuk ka fare të bëjë, dëgjoj themi gjë. Nuk e... Jo, dakor, po të mos ikim se po ikim nga tema. Ne bëm, unë të thosh se gjithë se të thashë, ti e në regull, e kupton. Po nuk ke qenë në regull me... Se ti nuk ke qenë në regull me doktori, nuk do të thotë ti nuk ke qenë në regull, në regull, s'kam asnjë problem se kam bo vetëm zgjedhjen time, i kam pas gjitha ofertat me bo edhe... Ja, mo kemo presh tani, po këte po të them ta, pikrish po ta them... Do themi që ka vlerë për analizën, mendojnë që ka vlerë. Po ta them tani, po opozita e thamë. Fushatën e opozitë, se kupton ti? Fushata... Me pak fjalë, edhe me radhë. Kjo është një fushat në rutinë. Gjithë ligjerimi i Partisë Demokratike është në rutinë. Është në rutinë, për të thëmë 30 e sa vjeqare, por për të afruar në kohë, është paka shumë rutina, është ligjerimi i gjithë periudhës se Rama në pushtet. Që në mandatin e parë. Njëta terma, paka shumë, është njëta mënyrë të foluri që njerëzit nuk e pëlqenjë. Ata që janë militantë, ndoshta e pëlqenjë, po qëllimi i partije politike në opozitë është që të pëlqejet nga pjesa për te radhë, për ndryshë sfiton kur. Kjo është një fushat e zbet, e mbushur me premtime, por
premtimet në vetë janë gjithmonë kompromentuara nga një bindje që ekziston gjithmonë në elektorat për gjitha palët që këta, kur është fushata, e lëshojnë pa dur. Pastaj, pra i kanë mësu me idenë që detyra jonë fushata është premtojmë që na vije ndërmend, pastaj i mbajmë si mbajmë është tjetër gjë. Dhe e ka humbë Sela dhe Beko. atë fuqin e premtimi, por në politik alternativa... Po e mësove, pas se nuk e kemi këtë pjesë, e kemi... Alternativa është lideri. Lideri është. Nuk është programet asimilohen për gjatë 4 vjetëve. Kur vjen fushata, është lideri që njerëzit votojnë liderit. Dela? Për te gjithë tjerave preç, nëse ti e ndjek për ditë, sigurisht Berisha bën Berishën edhe Rama bën Ramën. Pra ti Berishën e dëgjon nga mëngjesi në darkë, të dalë në konferenca shtypi, të dalë në takime, të deklaroj programin, shef dhe Ramën që të bëjt njëtin nga mëngjesi në darkë, bëjt njëtat veprime që ka bërë gjithmonë. Këto janë 2 protagonistët. Por, nëse Ramën e sërish e shojmë pa program, pra thjesht me tezën dhe narrativën e BE-s, Berishën e këtë radhë e shojmë me program. Dhe programi... Kur e ke pa program opozitën këtë 3 zgjedhje? Thuj një herë. Asë një herë, nuk është... Ky program... Kjo është shumë libreske puna programit, kështu si që të thonë këta. Duhet asimilohet për 4 vjetë. Po mi pra, kjo opozit... 2 muaj para zgjedhjes thu duhet... Kjo opozit është. Nuk ka pasur mundësi nga 2021 e sot... Se si ka pas? Sepse ka pas problemet e veta. Problemet t'imponuara nga forcat jashme, t'imponuara nga faktorët të tjerë, t'imponuara nga mënyra se si është sjellë brenda asaj opozita. Ne tash jemi 50 ditë para zgjedhjeve, dakor? Dhe zoti Berisha po deklamon një program. Programi në vetvete, pra po ta shohësh, nuk është program i keq. Dhe është një program të cilin një pjesë të tij ai e ka demonstruar në 2005 dhe e ka zbatuar në 4 vjeçarin e tij të parë kur ka qenë kryeminist. Por këtu në 2025 sigurisht që njerëzit nuk janë shumë të interesuar ose nuk ja vënë veshin programin sepse thotë po e deklamon Berisha, ne nuk kemi Berishën, ne nuk e duam Berishën dhe këtu përfundon historia. Dakor, prandaj zoti Rama është i qetë dhe vazhdon atë që kanë po them alternativa një kokën tonë. Por nëse sidomos në një sistem që ka zhduk deputetin. E ka bërë në deputetin. Por asnjë nga deputetët që ka nominuar ai në listë apo në listë të hapur, asnjë nuk e shoh të bëjë një gjë që të tërheqë. Të gjithë janë në skemën e tyre. Pra ti sheh akoma foto Facebooku, preç, janë duke bërë fushat. Shef kryetarin e Degës që prezanton kandidatin për deputet me 15 veta në një kafene. Dakor? Kjo është mënyra e sjelljes e tyre dhe po ti shohësh në terren janë vite larg asaj që bënin 2005 e që kanë bërë në 2019. Do të themi gjë si një fushës, programin më të mirë në jetën e vet Sali Berisha dikur e ka pas 2013. Programin më të mirë se dilte nga një reflektim edhe si shtetar. E kishte parë nga brenda, kishte gjetur ato, por në politik veprojnë ligjësi kundërthanëse. Ti ke programin më të mirë, po të ka kalu kohë. Dakor. Po, okej, i opozitës, rezultati... Beko? Unë mendoj kështu që fushata elektorale në fakt fillon që ditën kur mbaron fushata paraardhëse. Do të thot, në 25 prill mbaroi fushata, në 26 mbaruan zgjedhjet, flasë 2021-shit, në 26 prill të duhet fillonte fushata tjetër. Rama e filloi fushatën, po e keni parasysh, direkt pas zgjedhjeve mblodhi patronazhistët. Edhe pse opozita po e sulmonte, ai i mlodhi, i falenderoi, u dha mbështetjen, u dha skemën, u dha vizionin që do të kishte për zgjedhjet e ardhshme dhe i ndërtoi gjithë strategjinë e tij. Është ajo që thot Preçi që fushatat i bëjnë liderët, do të thënë dhe vërtetet rreth liderit. Mirë po, lideri pastaj bën pjesën tjetër të punës, ndan për detyrat. Po të themi tani. Për PD-n e kam fjalën. Po mike. Atëra po vi konkretisht po i bie shkurt. Që PD-ja sotme nuk e filloi dot fushatën në 2021-shin sepse i filluan problemet të tjera. U mor me veten, bëri një betejë të brendshme, u çorientua dhe ai që u kthye, jo se u kthye për të reformuar PD-n e për ta bërë atë më të madhe, më të bashkuar, më demokratike, por u kthye sepse ju prekën interesat personale dhe qëndroi pengë interesave personale dhe gjithë strategjia u vërtit këtu, rreth interesit personal të kryetarit të Partisë Demokratike që e mori më së fundi para një viti, do të thënë me gjykat. Dhe pse opozita është nuk ngjit, do të thënë në këto momente, sepse e para është e ndarë.
Berisha dështoi në gjithë objektivat që ju tha mbështetësve të tij. Përveç atyre që përmenda më demokratike, më të bashkuar, më të madhe dhe një parti fituese që do ta përmbysë Ramën për 6 muaj, edhe sot që erdhi dita që të përmbysi Ramën nuk e përmbys dot, se ndonjë strategji të gabuar me revolucionet që si bëri asnjëherë, me mosbindje civile që se bëri dot asnjëherë, me të fituarit e aleatëve që nuk e bëri dot asnjëherë, me bashkimin e opozitës së madhe dhe të madhërishme që nuk e bëri dot asnjëherë, se aq sa ka marrë Berisha atje rreth vetes, ka marrë unë vota personalisht më shumë se të gjitha ato partitë, domethënë që ka futur Berisha në koalicion. Dhe në këto kushte Berisha si ka rënë karta morale dhe njerëzit nuk e besojnë. Ndërkohë që ka në pjesën më të madhe të Shqipërisë dhe mbylla, ka një parti inekzistente. Pse? Se luftoi njerëzit, siç e thatë ju në fillim të emisionit, si puna jon, që e kishin me pasion politikën. Aty ka njerëz llogaritar. Edhe deputetët u imponoi, nuk i zgjodhi, nuk i la njerëzit ta zgjedhin. Është ajo që tha Vance në zëvendës presidentit amerikan në Munich, që edhe kur e ka gabim populli, dëgjojeni dhe lëreni popullin të vendosi, se ndryshe kur ti i drejtojsh atij ai të injoron. Edhe sot në Gjirokastër për shembull në qarkun tim, ku dje jam kthyer andej, kam parë, edhe po doni hapni foto dhe shikoni, një parti të atrofizuar për fatin e keq, absolutisht PD-ja, e atrofizuar për shkak të personazheve që ka çuar Berisha atje 3 herë duke ju imponuar vullnetit të demokratëve. Ka një parti tërësisht pa struktura, që ne arma jonë me fort në atë kohë ka qenë strukturalizmi i asaj partie, sepse elektorati është atje përgjithsisht i majtë. Ose ke që nuk je me atje ti, apo e ke vërtet? Po si doni më vërtet, mund të hapni ato dhe verifikojni. Mund të jetë në konflikt interesi, po kjo ballafaqohet se është aty prova, janë aty njerëzit. Dhe nuk do të gjejnë dot komisioner, nuk flas vetëm për Gjirokastrën, tani flas për gjithë periferinë në Tiranë, edhe mundet se ka popullsi, po edhe prekur nga efekti i largimit të njerëzve, por edhe për shkak të thyerjes së besimit që ka opozita, por edhe për shkak të ndarjes në parcelizimin që ka opozita me partitë tjera, që kanë dalë nga gjiri saj, i Partisë Demokratike, do ta kenë shumë të vështirë gjendjen e komisioner. Partia e Bashës? Jo, Sali Berisha. Po jo deri këtë pikë. Më fal, unë kam qenë njeriu që bëja vendosja komisionerët, dhe edhe kur ishim të bashkuar, ishim njësh në zonat caktuara në thellësi, isha detyruar të çoja nga Lazerati apo nga qendra tjera urbane për të mbuluar periferinë. Gjirokastra shumë e kuqe. Historikisht shumë e kuqe. Por Gjirokastra po flet pra. Shumë e kuqe. Po mos gjej komisioner, do të thënë. Avash, vetëm këtu mos më debatoj. Zoti Basha mund të gjej komisioner, edhe Ali Beja ndoshta s'kan përgjigjet se emra për të vënë listë. Po Merak se nuk e kanë fare Merakun për atë. Do të thënë, të mbroj njëri, po tu mund bim dakord, por që PD-ja nuk gjen komisioner tash. Këtu pastaj mbaj shënim sot datën e sotme dhe këtu jemi, po dhe të flas me kompetencë absolute. Ndjes që e thash pastaj. Unë po të flas me kompetencë absolute. Nuk do të gjejnë dot komisioner në gjendjen se si e kanë ta ndisur partinë sot, se e kanë demotivuar, u imponuar, nuk i ka pyetur kur. Tjetër kandidat propozonte 2017, propozoni Demokratë e Jugut, nuk e di për qarqe tjera. Në 2017-ën, tjetër binte Sali Berisha me Lulzim Bashën. Tjetër në 2021-shin, tjetër binte Sali Berisha me Lulzim Bashën. Po, një minut. Prap fajin Saliu. Një minut, absolutisht se për mua ka qenë atje. Ka qenë atje. Tritan Shehu, zotrin në Gjirokastrën e ka prosh Sali Berisha. E ka hequr në lëkurën time. Më keq. Edhe këtë regjistroj këtë gjë po të them. Problemi s'ka qenë një kloun atë. Po, tani kjo është kod, mos bëni me këto se tani themi ka bërë Berisha për dën 8 vjet ka qeverisur kur ishte Basha, nuk shkon. Bashkë me Berisha, me Bashën, po. Mos i kthehemi se kemi diskutuar një herë atë. Çani në këtë televizion Çani para disa ditësh, një minutë për herë të parë, para disa ditësh, të lutem, dhe ne prandaj ky ka qenë debati që kemi bërë në PD në gjithë këto vite. Para disa ditësh që ishte këtu Çani Basha, ka thënë, unë nuk e pash ta trajtonin media, që ka thënë në të gjitha vendimet e mëdha që janë marrë me peshë të madhe, domethënë politike, djegjen e mandateve. Si Kofini pas vjelit. Prit, djegjen e mandateve. Unë them çka ka thënë ai. Djegjen e mandateve. Ai duhet i vi renta thotë këtë sepse djegjen e mandateve. Pas kanë ndajur 8 vjet si bojkotimin e zgjedhjeve dhe çfarë ishin këto vendime të tjera. I ka marr, ai pranoi që ka qenë kukull atje. Ka qenë impulsori Saliut. Çfarë do të thotë? Ka qenë impulsori Saliut. Atëre, më që përmend një shkurtimisht kam diçka. Më që përmend 2021. Pa një parti që jetojnë në mënyrë permanente kështu me zgjedhje dhe janë të organizuara dhe bëjnë jetë aktive,
nuk janë parti elektorale. Janë parti klasike, kryesisht majta që organizohen, i bën jetë partije gjithmonë e tjera. Dhe ne shohim në çdo vend botës, fushat elektorale fillon rreth 6 muaj para zgjedhjeve, praktikisht të shparoset programi, po jo filloi ditën pas zgjedhjeve. E dyta është kjo që ka bërë Rama në 2021 dhe kjo që ka bërë Rama gjithë këto vite, ka qenë represioni i tij ndaj opozitës, sulmi i tij ndaj opozitës. Pra ti jesh opozitë në Shqipëri me Ramën kryeministër, duhet rreth parë të ekzistosh. Dhe PD-ja në 2021 filloi të kishte krizën e ekzistencës, sepse u sulmua Lulzim Basha ishte i sulmuar sepse kishte dosje në prokurori për financimet për ato financimet e fushatës. Të gjithë kishte në SBA. Pra ne kishim një aksion për të zhdukur opozitën. Opozita duhet të rezistoj, opozita duhet mbroj votën, opozita duhet bind shqiptarët që vota duhet mbrojtur sepse do na i vjedhin. Dhe duhet i bëjë optimist pasaj programë. Po në vitin 2000 ishi më keq se kaq edhe deshfituam zgjedhjet në vitin 2000, më zotëri. Ne kemi qenë të sulmuar për ekzistencë dhe fizike, na janë vrarë dhe shumë njerëz në ato, në 2001 në atë periudhë. Po pra, në zgjedhjet e përgjithshme, po dhe në zgjedhjet lokale. Partia Demokratike në atë periudhë ka qenë më e rrezikuar se sa sot për t'u eliminuar. Sepse janë vrarë dhe persona fizik të Partisë Demokratike që janë vrarë realisht, janë me atentate, janë ekzekutuar. Dhe opozita ka qenë izoluar nga faktori ndërkombëtar. Ka qenë izoluar nga faktori ndërkombëtar, por nuk ka pasur një shtet të organizuar. Jo, kishim shpirt neve, kishim shpirt. Dhe që organizonte vinde edhe njerëz, organizonte edhe FBI kundër opozitës. Kur ai demokrati shikon sot, jo zotëri, kur ai demokrati shikon sot, kundër opozitës Shqipërisë ka pasur. Do të le të vazhdosh vetëm të them këtë fjali. Kur ai demokrati shikon sot që ai që ka në krye bën pazare me kundërshtarin politik. Një minut, është perceptim, kur ai shikon që ka pazare, ka faktet konfirmuara, konfirmoj një herë, ti pranojmë dhe unë, dhe pastaj e bëjmë. Të flasim me ato që janë të konfirmuara dhe që i pranojmë. Kur ai shikon, më lërë pak, unë flas me gjuhën e atyre që janë atje. Kur këta zotrinj e shikojnë që lideri lartë bën pazare dhe është për interesa personale, demotivohet. Kurse në kohën tonë ne besonim tek ai. Ne e thoshim e di ai, e di doktori se ç'a bën. Sepse gabim e thoshim, po a kishim. Se Preçi thoshte se di doktori, po le Preçi flas për ne që ishim në bazë. Dhe ju e votonin ti te Preçi. Preçi. Edhe sa tjerë. Preçi që mendimtar, ne të tjerët ishim ekzekutor, ishim operacional. Ne që ishim operacional, besonim te lideri. Dhe thoshim që lideri nuk na tradhton, lideri nuk na shet, lideri lufton për ne. Kurse sot nuk e thon demokratët atë gjë. Dhe demokratët aty janë për hallin e tyre, e kupton? Halli demokratëve dhe halli Sali Berishës janë dy gjëra të ndryshme të dashur. Unë të flas brenda me zotëri. Ma more fjalën. Ta mora vazhdoj. Halli demokratëve dhe halli Berishës është i ndryshëm, prandaj nuk ngjisin. Prandaj nuk ngjisin. Ky është ata që besojnë akoma te Berisha dhe te PD-ja që është sot kjo PD. Mendoj që janë ata që e votojnë dhe besojnë që këta duhet të mbështet. Por që ta bëjnë këtë e para, duhet bëjnë një aktivitet të lirë politik. Aktivitet i lirë politik, kur jenë në opozitë, është i pamundur. Qartë. Duhet të takoj njerëz. Sa po i takoj njerëzit, shikoni një video që ka hedhur Jorita Tabaku, që tregon gjithçka. Një aktivitet Partisë Demokratike. Jorita Tabaku po xhironte dhe një vajzë dëgjohet zëri një vajzë i thotë të lutem mos më nxirr. Mos më nxirr se kish frikë se për shkak. Të lutem mos më nxirr, sigur jemi në kohën e diktaturës së Enverit akoma. Jo, dhe kjo është e vërtetë, dakord jam. Të lutem mos më nxirr, kjo tregon gjithçka në këtë vend. Pra opozita ka detyrën e parë të rezistencës, të ekzistencës. Sepse këtu antarja e PD-s ose aktivistja e PD-s i kërkon mos dalin kamera se ka frikë. Ka qenë gjithmonë kjo, nuk është vetëm tani. Po sigurisht, ka qenë gjithmonë. Sa herë që PS-ja ka qenë në pushtet, ka qenë gjithmonë. Po unë isha kryetar dege mo zotri, unë veja takoja njerëzit. Unë mos më nxirr thoshte, mos më trego, votën do ta jap, po mos hajdet më shon me ty. Sepse flitet për një kam qenë kandidat për deputet, kam qenë kryetar dege. Flitet për një masë njerëzish që ka 12 vjet që persekutohen. Dakord jam, sot është ky persekutohen 4 vite të tjera. Jam dakord, është, ekziston kjo. Ka qenë dhe është. Nëse duhet kërkojmë justifikime gjej. Ne kemi folë gjërë gjatë për 12 vjetë. Por e ka pru shpirtin opozita. Është një moment. Ka pru shpirt opozita, ka pru frym opozita. Falë, Orlandi, kemi folë gjithkohën për rrethimin e zgjedhjeve, për kanabizimin, për shitblerjen e votës. Gjitha këto Rama i ka bërë.
Ai ka bërë rrethimin e zgjedhjeve. Nuk pak ato. Atë regjistrin e famshëm që është një skandal. Është shpikje shqiptar. Rama. Po, Rama. Po si Rama s'ka bërë asnjërim. As Berisha në 96. Menaxhon nominalisht gjithë emrat që ka në regjistrin e vet zgjedhjeve. Ka strukturë partijake që menaxhojnë nominalisht votuesit që u duhet. Gjitha këto janë vërteta. Por ka Po, kalojmë në një moment tjetër. Në qoftë se ne qëndrojmë vetëm te kjo Jo, nuk do ndalojmë këtu. Opozita s'ka ç'a bën, atëherë ka të diskutojmë. Po një rast përmendi. Abileka ka përmendur 3-4 raste tjerë ku në fillim të misionit të kësaj pjese Abileka i tha një gjë shumë thjeshtë. Aty punon Berisha, as punon asnjë tjetër. O Ylli, demokratët... Kjo është moment tani pret që ti nuk mund të fitosh dot për këtë arsye. Ylli, demokratët sot janë lodhur Ylli dhe po lodhen se van 12 vjetë dhe 4 i thonë 16 vjetë dhe ata thyen. Kur lodhesh, thyesh. Dhe kur thyesh, ti bën kompromis me kundërshtarin. Se nuk e ka prur frymën opozita Ylli. Jemi në një moment ju lutem. Kam një pyetje. Okej. Si duhet ta ndjejnë ata opozitën? Do ta trajtojmë shkurt këtë moment. Unë përfitova nga një artikulli prej Zogajt, megjithëse nuk kam të njëjtin mendim, po kjo nuk ka pikë rëndësie. Jo. Ç'mendim kam unë apo ç'mendim ka? Mendimi është ai. U propagandua shumë nga Partia Demokratike se ardhe Trumpi të sjell një erë të re në Shqipëri. Ndërkohë në raportin e Dashit evidentohet diçka tjetër. Ja ta ndjekim çfarë evidentohet aty. SPAK rriti numrin dhe kompleksitetin e hetimeve për pastrimin e parave dhe konfiskimet dhe kreu paralelisht hetime financiare dhe të aseteve kur dyshonte për asete të paligjshme. Megjithatë, ndjekjet penale mbeten të ulta. Në vitin 2023, SPAK sekuestroi asete me vlerë $43 milion dhe në vitin 2024 vazhdoi arrestimet dhe konfiskimin e aseteve të ish-zyrtarëve të lartë. Në shtator të vitit 2024, SPAK akuzoi ish-kryeministrin dhe të përcaktuar sipas aktit të ndarjes buxhetore të Departamentit të Shtetit, operacioneve të jashtme dhe programeve të ndërlidhura 2021 me 7031C Sali Berisha për korrupsion për veprime zyrtare në dobi të interesave të familjes së tij. SPAK akuzoi edhe dhëndrin e tij për korrupsion dhe pastrim parash. SPAK sekuestroi pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe aksionet e dhëndrit në kompanitë e lidhura me korrupsionin. Ai raport, se di se kush e shprehte një fakt, ajo ka ndodhur. Unë besoj se nuk gënjente. Të them që gënjente jo. Thoshte një fakt. Që ajo ka ndodhur. Dhe unë kam denoncuar atë me qindra dhe mijëra herë. Ishte përsisht e gjatë. Pra, edhe Berisha e pranon që raporti e Parlamentit të Shtetit shpreh një fakt. Dhe një fakt që është i qartë, por unë kam këtë presh që duke jetuar me ty bashkë këtu në gjithë kohët, me gjithë për shembull edhe kohët kur kanë qenë më të zjarrta për puthjen e madhe mes ambasadës dhe politikës shqiptare, Departamenti i Shtetit ka kryer raporte të qarta, të thjeshta me ato që ka parë, pra nuk e ka ngatruar pjesën e përqafimit të madh, puthjes madhe me këtë pjesë. Dhe aq më tepër, në këtë rastin e fundit, kjo është e tillë, që departamenti ka bërë punën, por nuk sa ka Trumpi që ka ardhur. U bën 2 muaj. Po në janar kjo është raporti 2024-s. 20 maj. 20 janar ka ardhur. Pra, është 2 muaj. Nuk është se ka ndikuar tani, nuk mund të themi që ja dhe me Trumpin kemi këtë konkluzion. Që Trumpi është nga ta burra që ka ardhur, që thotë Sali Berisha, të iqet kjo përshëm. Mund të thotë, mendoj unë. Tani, ndaj unë kam këtë... Ne bëjmë politikë. Ky është një, ka një 2-3 element 3 që ja vlen të nënvizojmë. Elementi i parë është se ky është një raport i cili është hartuar dhe është, si më thënë, zyrtarizuar nga Departamenti i Shtetit nga administrata e re. Nuk është i bartur si që kanë lënë ata. Aty kanë bërë ndryshime shumë më të mëdha, jo të mos ndryshojnë një raport. Duhet kemi parasysh se gjithë ekipi drejtues... Se ndryshon, Rubio do ndryshoj raportin për Shqipërinë. Rubio do ndryshoj. Jo, po them, është ekipi... Ai është raporti 2024 se ka bërë administrata 2024. Vazhdoni aty.
Ska lidhje ne vazhdojmë, po. Ju mendoni që teknikisht Rubio do të tregon që s'ka kod me Nongrata s'ka shanse të hiqet me këtë. Po qartë. Ekipi i zyrës që mbulon Europën dhe Euroazin, që mbulon për rrjedhimet e Ballkanin, është kompletuar me drejtues të rinj. Janë drejtues që janë dhënë nga administrata e re, administrata Biden, administrata Trump dhe Marco Rubio. Pra merret tani dhe ka elementi tjetër është se kishte një heshtje relative në Shqipëri që ishte në hap shumë gojë këtu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta përmendin më Spakun. I kanë hek prizën Spakut. Spaku është një tani po del tepër. Pra pritim me kurreshtjet, jo vetëm me kurreshtje, me interes të madh, që administrata e re në një formë në një tjetër të shprehej për Spakun. Dhe këtu në raportin për vitin 2024, që ka vullën e administratës re, se po të ishin kundër asaj që ka ndodhur 2024, apo kundër vlerësimeve që kanë bërë paraardhësit e tyre, ata nuk e botojnë raportin, ose shtojnë vetat. Pra, kjo është mënyra se si funksionon çdo qeveri, jo vetëm qeveria amerikane. Dhe këtu për herë, pas kaq, mas rreth 2 muajsh, marrim mësojmë, ose publikun shqiptar, kupton se administrata e reja amerikane është në vazhdën e administratës më pashme, sa i takon mbështetjes së Spakut, vlerësimit të punës Spakut. Elementi i 4, kjo ka shumë rëndësi për të inkurajuar Spakun, prokurorët të ndeshëm Spak, që të vazhdojnë hetimet, bile ka një vretje që është kritik nxitse, që është tipike për këtë administratë që ka ardhur tani, që megjithatë thot hetimet ishin në nivele të ulta. Domethënë, i thot Spaku që duhet ta ngrini steken, duhet vazhdoni pas një tabu. Po ka lidhje. Tani sot në Shqipëri, Spaku, drejtësia e re, ka një dokument zyrtar që tregon se SBA-ja vazhdon të njëjtin politikë. Kjo për mua është shumë pozitiv. Unë e kam paralajmëruar këtë, edhe në studion tuaj, kam pas shumë kundërshtime, se shumë njerëz kanë menduar që tani Spaku do eliminohet, nuk do ketë mbështetje, po unë kam një lexim timin për politikën amerikane, elementi tjetër për non-gratën. E kam thënë 100 herë edhe në emisionin tuaj. Unë personalisht them drejt, jam një nga ato demokrat, nuk jam berishist, s'kam qenë kur berishist. Qartë. Por berishist e demokrat nuk janë e njëjta gjë. Qartë. Janë 2 grupe mbrana kanë qenë një parti. Mendimi për Unë kam dëshiruar këtë që Sali Berishës jam nga ato që thënë uroj që ti hiqet non-grata, edhe si ish president e tjerë për historinë e Shqipërisë. Bartja në këtë raport, qoftë edhe e faktit, se faktin s'ka si shpiket, ky fakt ka ekzistuar, sigurisht që ka ekzistuar, po ka edhe fakte tjera. Ti më thënë, mos e qenë ti elit me këtë pjesë të raport. Pra, citimi i sankcionimit Sali Berishës dhe i akteve që kanë quar në sankcionimin e tij, kanë ciktu me hollësi aktin, një akt të cilin Rubio, pikrisht këtë akt, me këtë numër, po e përdor këto ditë për të sankcionuar për korrupsion madhor ish politikan ose politikan të Amerikës Latine. Pra kemi 2 lajme këtu. Lajmi i parë është që ndërsa në Shqipëri, dhe këtu më vjen keq ta them. Ndërsa në Shqipëri po prisnin me padurim që Spaku të hiqej priza, Sali Berishës të hiqet non-grata, që edhe për këtë kemi pas debate, sepse non-grata si do hiqet, do bëhet një akt klemence me e falë, apo do na thonë që ja ka bë George Soros, sepse kjo ka është serioze kjo. Ata e marrin dhe citojnë aktin, duke e pohuar. Shkurt, lutem. Dhe e dyta, e katër, kjo ishte, të më thënë, lidhje me non-gratën, kjo ka do me thënje. E pesë tani është kjo që administrata e re e presidentit Trump, po mbështetet sërish mbi një akt mbi cilin janë sankcionuar shumë të tjerë më parë, dhe në Shqipëri, jo vetëm Berisha, dhe fakti që kanë bu vetëm Berishën, ka do me thënë, s'kanë bu dhe tjerët, pra do vazhdojet sankcionoj për korrupsion madhor politikan të ndryshëm botë. Pra e ka sërish për parësi, për... Pra mundësia për t'ja hequr Berishës është pothuajse zero, thoni.
Unë s'hy aty, unë s'hy nga të. Unë them pohimin dhe mbyllë që administrata e re e presidentit Trump e ka prioritet politikës vetë të jashtme luftën kundër korupcionit dhe kundër minuzëve demokracisë në botë. Kjo për mua është shumë domethënë. Tani që përdor Rubio non gratën, që në fakt është një akt i themeluar nga presidenti Bush, dhe që u shtua nga Bideni me sankcionet ekonomike, nga George W. Bush, i dyti. Kjo akt, e ka bërë i dyti? I dyti e ka themeluar në 2001. Pastaj Biden e përmirësoi sepse shtoi sanksione. E zgjeroi tematikisht dhe geografikisht. Dhe tani kështë e përdor Rubio, i cili ka qenë kundër përdorimit non gratës për arsye politike, pikërisht për arsye politike. Sepse ka një late në Argentinë, dhe që ndihmoi latën e vet në Argentinë, godet opozitën në Argentinë se duke shpallur non grata ish president. Si. Po pra presë, ti mendon që Amerika çdo gjë e bën mirë, po kjo është gjë shumë e keqe që po bën administrata Trump sot. Është një gabim shumë i rënd dhe që ndikon në jetën politike të një vendi. Dhe po ne këtë heqim se nuk na jun punë çfarë bën në Argentinë Rubio dhe kjo. Dhe nuk na jun punë fare se çfarë mendon Rubio për si do i zgjidhë çështjet e veta në botë. Ne na intereson pjesa e Shqipërisë. Cila është? Ne na intereson ky raporti çfarë është që na erdhi. Ky është raporti për 2024 nga një administratë e cila e ka jetuar, e ka ndjekur nga afër të çështje. Të ndryshosh raportin e 2024 të hartuar, për mua shkelje e ligjit, nuk besoj se do bënte njëri këtë. E dyta, të vitë e zyre Shqipërisë, administratë, të lutem presë. Stafet, më si mund diskutojmë. Të vishte zyre Shqipërisë e mërimet. I diskutojmë këto, po këto s'ka rëndësisë, po i kaloj shpejt. Të vishte zyre Shqipërisë deri te mërimet, unë s'besoj se ka shkuar njëri te zyre Shqipërisë akoma atje. Dhe kjo nuk ka asnjë lidhje. E treta. A e konsulton se nuk të ndërpreva. byron? Arritet deri te pika 7 dhe nuk ndërpreva. Do dëgjotem. Mirë se po thuaj. Pra, po të mbarojmë Pak të ja bëjmë bëre me radhë. hile ti. Se te pika 3 preçi, po ti i the 5. Tani, Ja çove vet atje. tani, problemi është që ne këto raporte kemi parë, ky raport është shumë i keq për Ramën, nëse e pat. Apo jo? Shumë. Ja dhe kjo, se kjo ka Ky nuk është raport më i keq se çka qenë vitet e tjera, është pothuajse njësoj si vitet e tjera. për krimin Por, organizuar. të gjitha. Po investimi, Por, parat. raporti, në marrëdhëniet mes raportit e qeverisë kanë një ndryshim nata me ditën. Qeveritë amerikane kanë mbështetur Ramën me sy mbyllur, pavarësisht raporteve që do vinë nga dashin e që korrupsioni në nivelit lartë të tjera. Që trafiqet, Shqipëria është bërë vend origjinë i trafiqeve në gjithë Evropën. Raportet mes qeverive kanë qenë të shkëlqyera. Dhe në tepër, në administratë që raportet mes qeverive i ka në dytësore, se raportet personale ka parsore. Imagjinoni ju sa komod duhet ndihet Edi Rama, kur ka atë që i bën sherr, atë Grenelli që i bën sherr statuseve të veta, kur ka Xharet Kushneri që i vjen këtu për të bërë investimin në Sazan, dhe marrëdhënie personale i ka që duhen aty këto raporte. Ne nuk na intereson realitetin ta shohim, të presim raportin e Shtetit Bashkuara për të parë realitetin në Shqipëri. Mbështetja e Spakut, atë intereson. Mbështetja e Spakut neve na intereson. Nga Amerika, lutem, se po jemi në debat. Mua më intereson që Spaku të jeti pavarur. Në qoftë se mbështetja e Mirë, Spakut. kur e sulmojnë dy liderët politik këtu, njëri me 3, tjetri me shkri. Po pra po. Si do jeti pavarur që se mbështet kush? Një zyrtar i lartë i drejtësisë së Spakut Flasim tamam. më thonë që ka shkuar te ambasada amerikane, është ankuar për Ramën. Po këtë do e konfirmojmë para se ta themi kush është. Patjetër, Pra, është fushat kundër Spakut, është 3 muaj. Në qoftë se janë garancia Po thuaj mbështetja këtë, se amerikane. është një... Po se themi pa e konfirmuar. E ka sulmuar Rama dhe ai ka shkuar atje. Në qoftë se garancia amerikane ose europiane e huaj i garanton Spakut një punë të pavarur, do ishte kush nuk do mirëpriste një drejtësi të pavarur, po të garantojë nga Populli SBA. shqiptar e mbështet, po populli s'ka gjë në dorë. Po pra, një garanci, thash, këta do të ishte shumë e mirëpritur. Por kjo nuk ka lidhje me këtë, a është Berisha apo është Rama apo Ka lidhje me raportin e fundit. raport, ajo që kanë thënë ata. Ti ikim këti momenti se kam 2-3 pyetje tjetër. Raport që bëhet për 200 vendet botës preç. Dhe 6 prisni, domethënë nga 20 mars 2 muaj kanë kaluar. Nëse pret që brenda 2 muajve qeveria amerikane dhe presidentit merren specifikisht me Shqipërinë, edhe për ndryshuar raportin, edhe për ndryshuar qëllimin, do ishte e pamendueshme. Ngjarje shumë e madhe. Kjo Do ishte me Kina, nuk do ishte është e Kina. vërtet që kështu është, që për 2 muaj nuk kanë dhe kohë
mundësi të Se merrem ka me një pa vend. kush aty, mos bëni naiv. Por, jo, duhet të them këtë, më fal për se s'kam Këta që fol. kanë ardhur aty, këta që kanë ardhur Nuk kam fol. Kur merret raporti çdo zyrtar, kur e merr raportin dhe firmën e tij, firmën e vet me përgjegjësi. Nëse ky raport është firmosur nga Rubio, një minutë, do të thotë që këshilltarët e tij e kanë lexuar raportin, e din dhe mendjen e Rubios dhe qëndrimin e tij, natyrisht, se këshilltarët janë truri i drejtuesit i zyrtarit lart. Dhe nëse Rubio nuk do ishte dakord që të përmendë emri Berisha atje, do t'i vinte një shënim. Këtë paragraf ma ikni. Ose veni gjithë ato në Shqipëri. Po shkojmë prapë te një diskutim për tash. Do hapim faqe raportin se çfarë do të Rubio pra heqin këshilltarët e tij. Ka lidhje Shqipëria tani në vend i padh. Ai e firmën dhe kur e firmën e lexon raportin. Okej. Është si diskutimi që bëhet për juridikimin. Ne bëjmë këtë diskutim. Ne këtë diskutim e bëjmë në raport me pritshmëritë që u rritën këtu, me narrativën. Ke dëgjuar një herë ti, më fal, për juridikimin. Ke dëgjuar një herë ti që Departamenti i Shtetit të bëjë një deklaratë ky i Rubios për emrimin e një punojëse nga mira që ka aty, nuk e merr këtë ti që është ka një çfarë? Ja raporton është përgjigje për këta që thonë shkarku. Ja raporton ambasada këtu. Merrni vesh në ja raporton ambasada këtu. Po ambasada këtu. Ikim këtu moment, ju lutem. S'ka shkruar një fjali nga 20 janari deri sot. Asnjë fjali për aktivitetin politik në Shqipëri. Jo ne e çon atje. Dhe Departamenti i Shtetit, Landi, Departamenti i Shtetit del dhe bën një komunikat për një emrim. Për një emrim punojëse. Dhe me thënë, sepse kanë shqetësime nga ambasada këtu. Kanë ndjeshmëri, do të thuash. Kanë ndjesh patjetër. Ajo që unë doja të thosha vetëm me fjalë ylli është kjo, që ne bëjmë këtë diskutim dhe ju e shtruat pyetjen për shkak se këtu rrit pritshmëria. Këtu që kur fitoi Trumpi dhe deri sot kanë shkuar ka bën kurbane desh në vendet shenjta, siç më erdhi mua njëri në 2001 dhe më tha kur fitoi Bushi, ku ishe i thashun, shkuam në një vend të shenjta. Se ti thua është bërë kurban për këtë punë. Po patjetër mua. Ja po ta tregoj një rast. 2001-shin, dëgjoj pak, dëgjoj. 2001-shin beshin zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe më vjen mua njëri në Gjirokastër. 2000-shin? Në 2000-shin kur fitoi Bushi. Po, në 2000-shin. Po vende presidenti 2001-shin ai. Do të thënë vinte për dhe ku nga vjeni thashun? Po ishim në filan vend të shenjtë, se s'dua ta përmend se besoj në këto gjëra. Shkuam, tha, ishim 5 veta, tha, bëm 5 desh të mirë, tha, i bëm kurban. Po çfarë bëhet? Që fitonte Bushi, tha. Fitoi Bushi. Vjen këy më takon hem, tha, më e shikon, na eci kurbani, tha. Haj, thashu, do vemi, tha, të bëjmë kurban tjetër, tha, në 2001-shin, tha, që fitojmë ne, shkuan e bëm kurbanin. Humbëm ne në 2001-shin. Nuk fituam dot. Tani edhe ky muhabet, ne bëjmë këtë bisedë, këtë debat sot, sepse këta rritën pritshmëri. Këta thanë, do fitoj Trumpi, do të bëhet kjo, thanë. Spaku do të vjetë dryni, sepse Berisha është dënuar si dhe Trumpi në Amerikë padrejtësisht. Gjukatat ka qenë hakmarrëse. Një, e dyta. Thanë, do iki Rama, se Rama është i Sorosit, Trumpi është kundër Sorosit. Do fitoj Berisha. Tre, spaku do të mbyllet, sepse për këto arsye tjera. Dhe na ndërtuan një narrativ të tillë që pas kësaj do ishte realitet krejt ndryshe. Ne u thoshim, kujdes, stop, sepse duke rritur pritshmërinë do rritni zhgënjimin. U rritën ca pikë në sondazhe. Po tani që ndodhi dhe erdhi raporti, dhe ne të gjithë e kishim merak dhe kishim dhe ne drojën tonë se Trumpi pa parashikueshim që thoshim që spaku do të ketë mbështetjen amerikane, nuk guxonim. Ama sot e themi që spaku e ka mbështetjen amerikane. Për të ikur kësaj një gjysmë po nga 2 fjali secili. A ka më ndonjë vlerë non grata në Amerikë të themi hapur, tani se ne jemi gazetarë dhe duhet të themi gjërat më hapur se politikanët, të cilët kanë frikë jo nga Trumpi, po dhe nga ndonjë bubullim e vogël. Kupton, Tela? Tani që a ka më vlerë non grata në një Amerikë që tani ka probleme vetë me demokracinë, probleme theksuara. Amerika, preç, ka probleme shumë të rëndësishme me demokracinë. Një njeri që del dhe bërteta ne më jep metalet, thotë pikë se i dua unë. Njëri që thotë Kanadaja shqipe. Metalet që nuk ekzistojnë fare. Njëri thotë Grenlandës tani ka dërguar gruan e këtij që përmendi Bejko, grua e këtij ka ikur tani ikën në Grenlandë. Evansit. Evansit është. E mos zëvendës presidenti. Vasi, grua e Vasit, Vasos niset tani në Grenlandë. Dhe do dhe Grenlandë, do të gjitha. Pra, a ka më kuptim non grata këtu kur këta duhen shpall non grata vetë. S'ka kur si shpallore, se ne nuk shpall, ç'a do shpallim ne, po këta gjendja e këtyre është problematike të ne? S'ka kuptim, nuk e kemi shpall ne, ta kanë shpall. Ne nisim nga kjo konsiderat që në Shqipëri një politikan, një lider që shpallet në ngrata, kushdo që tjetë nga aleati strategjik,
ka diçka që s'shkon, nuk mund të pri njerëzve, se nga do shkojmë ne. Qartë. Ne kemi zgjedhë perëndimin, apo jo? Jo, me 2 fjalitësh. Nuk hy. Ju lutem. Por Amerika ka këtë që, Amerika, si që ka vullnetin e Trumpit për ndryshu shumë gjëra, ka vetë Amerikën, shtetin Amerikan që garanton pa ndryshu shmërin. Nuk kjo e mba në Amerikën. Edhe kur aleatori strategjik heton kryetarin e opozitës për mashtrim me financimet elektorale, ne themi që duhet të ketë diçka, se është aleatori strategjik. Po pastaj na del që ka bler Edi Rama atë për ta bërë tretimin. Dhe s'dim se themi pastaj. E ka dënu... Pra, pastaj s'dim se themi. Një dru i shtremër që e dënon shteti Amerikan, mos e me që neve këto nuk dim se themi. Jo dim se themi... Sekond mos u pret, po dim se themi se tuj për... Se më ndryrën mua, unë se ndryrë. Jo, më vje keq sepse... Po bra, unë po Ti them. ndryve preqit, ti ndryve. Po si si sekond. Jo, më të Leta të barë preq, po nuk kemi... është dënuar nga shebraja i drurit. Po nuk kemi kohë preq, kam dhe 2 pyetje që para sa ditësh dhe e futa kështu këtë. problemi i PD-s është pikërisht ky. Sigur të mos thoni ju gjë për këtë. Që zoti që Ka problem? ja se kako, ja do e mbarova shpejtu. Po kam dhe 3 pyetje. Që PD-ja dhe ajo që është sot PD-ja, po të flasim mbarojmë më shpejt. Ajo që është PD-ja sotme ndërtoi një foltore dhe një revolucion për brenda partisë mbi një premisë e sovranitetit politik, i një partie. Është i shenjtë. Vota është ajo që e përcakton një parti politik. Është sovran tani doktorit e në Jo, doktorit pushte Amerikanët këtu. Suverenitet kombëtar. Suvereniteti politik. Suverenitet politik, dakor. Suvereniteti politik është ajo që vota është ajo që vendos në një parti politike. Dhe mbi atë suverenitet politik që vendosën, atë parim të suverenitetit politik duhet ta respektojnë edhe në rang Për vota kombëtar. të parti. Pra, ti nuk mund presësh nga humori Shëbaz për të vendosur kush do të kryeministri i Shqipërisë. Në qoftë se ti pres humorin e Shëbaz për të vendosur kush kryeministri i Shqipërisë, atëherë nuk ka më mirë mos fitosh kurrë. Mendon pak opozitën pas Ali Berishën non grata në 2021-shin, se si do ishte opozita sot? Mund të ishte opozitë fituese e deklaruar, sepse këto 4 vite të kësaj qeverisje, si? Atëherë, kush ka ndikuar? Ka ndikuar ajo shpallja non grata për të bërë gjithë të llovinë opozitës. Një fjali tjetër. Mbaroj. Çfarë doja? Një fjali deshe vetë. Mos thuaj si. Hajde. Atëre ju thoni që Sali Berisha po e hoqi non gratën, ndihmohet në këtë rast. Unë themi jo. Jo. Jo, bile unë dua t'ja heqin non gratën me qëllim që mos ketë justifikim për humbjen. E di pse? Sepse është vetë Berisha, non grata natyrisht e ka rënduar. Po dhe pa non gratën Berisha nuk është do të fitues për arsyet që unë i numërova. Nuk ndryshon. Nuk bëri dot një parti të madhe, nuk e bëri demokratike, nuk është i besueshëm pyetja. Është jashtë kohës. Por ti edhe po fton Berisha do thuaj manipuloj. Edhe në opozitë. Çdo impuls për të ndihmuar opozitën në këtë vend bën vetëm mirë, sepse po do të ngacmoj njëherë, nga thona ai. Ngacmimi është normal. Batutë kam në çdo mënyrë tjetër, qeveria vetëm do shtoj votat, vetëm do shtoj mandatet dhe këtu regjimi vetëm do zgjeroj mundësinë e penetrimit. Thuaj një batutë. Batuta ime është kjo, që pikpamja ime që kur filloi konflikti brenda PD-s ka qenë kjo. Berisha të largoi dhe kur Basha u tërhoq, Basha të mos kthej. Vetëm kështu bëj një opozitë fituese. Kisha 2 pyetje që po i largoj dhe po mbaj vetëm 2 të fundit. Primare tani pse u zhdukën dhe të rinjtë e primareve që fituan i zhdukën fare preç. Nuk ekzistojnë ata. Çi duhet? To primarët ishin si për fasadë, si këto fasadat i bënë drama. Po dhe rinovimin e PD-s tani e gjitha kisha për të folur në 2 fjali, kush e pengon. Tani, por unë do ndalen vetëm të 2 të fundit. Edhe partitë e reja i largova, kisha një pyetje për to, po do ta kemi për... Nëse PD u mbet sërish zgjedhjet, çfarë do thot kjo për një parti, për këtë parti dhe pastaj për vendin? Abi Legaj, shkurt qartë. I humbi PD zgjedhjet. Nëse PD u mbet zgjedhjet, do të kemi patjetër një opozitë të riformatuar. Nuk PD-ja nuk do përfaqësojmë më besimin e njerëzve për të ndryshuar qeverisjen. E shumicës njerëzve, të opozitarëve. Pra ata i duan të ndryshojnë qeverinë. Qeverisja nuk do të projektojnë më besimin dhe shpresën e tyre tek Partia Demokratike pas 3 humbjesh. Dhe kjo do të bëjë që opozita pastaj të kërkojnë alternativa të tjera opozitare, parti të tjera dhe nuk e dim se çfarë do ndodh. Besoj që Rama po fitojë këtë mandat do fitojë në 5. Kështu që këtë e mendoj unë që do ketë një Doktori thua ti përformatohet do... Dhe do shikohet më si shpresa për si mjeti, sepse po dështove njerëz një mjet për të hequr Ramën.
Një herë, 2 herë dhe në tretë, atëherë nuk e motiv mjeti për të hequr Ramën, dërgojnë një mjet tjetër. Bilega e doktori, posta i lartë qaftë, nuk ikën. Si me ndonë Kjo do jetë një dramë, mandati i 4 i një qeverie në Shqipëri, i bile kësaj qeverie me këtë bilancë që kanë lidhje me korupcionin, është një dramë. Dramë për vendin. Dhe automatikisht edhe humbja opozitës një dramë për vendin. Po unë e kam thënë dhe nuk mund mos e them gjithmonë që me atë që bëri, Berisha e ka privuar popullin shqiptar nga rotacioni i pushtetit dhe i ka privu demokratët për të armë pushtet. Pra preqi po thotë, a i kishtë një rrugë në tjetër. qoftë se unë po opozita dhe rifiton mandatin e 4 e Tirama, ndodhin 2 drama. Opozitat vazhdojnë të si që ishte, Sali Berisha të jetë të mbështetje me gjithë shpirt Partisë Demokratike, më mirë se që thekë të preq. Sot shkonin fitore, fitote dhe Berisha. Më mirë se që thekë të që ndodhin 2 drama. Po. Njëra që unë për opozita dhe tjetër që fiton mandatin e 4 të aji. Po këtu drama ndodhin preq, vazhdimisht. Drama ke këtu? Jo, drama ndodhin, po ne përpiqemi me dhënë përgjigje pse ka ndodhin. Dakord, më shumë bukur, po... Se ndodhin. Jemi afër kësaj drame. Jemi afër kësaj drame. Opozita doruhe si qishte. Ish presidenti, lideri historik, duke pas, dhe me thënë gjithë të qartësinë dhe vështrimin perspektiv, largpamës për gjënë, vendos që të vijet në dispozicion kësaj partije të bëj luftën për qeshtin e vetë si person, jo duke përfshi partinë, sot Partia Demokratike me gjithë DSI do ishin disa pikë për para, sepse vetëm 37.000 vota i mungojnë. Dhe do fiton të dhe Sali Berisha, se Sali Berisha duhet një avokat i madhë tu që të ndimoj. Po ishte shpallja non grata, preç, se pastaj se si do interpretoni të dyja palët shpallja non grata, si që interpretuan dhe si që degeneruan opozitën. Pëse ma ta thoshin, s'ka rëndësi se u shpallëm non grata, ne kemi mbështetjen e shqiptarve, do fitojmë me shqiptarë, do mbështetim me shqiptarë, s'na duhet Amerika... Konfliktin bënda BD-s nuk e nisi shpallja non grata. Jo, nisi për përjashtimi që i bëri Basha Sali Berisha në 9 shtator. Për arsyen se u shpall non grata. Po pra, përjashtimi. Non grata, du me thënë. Ngri. Shpallja Berishës non grata është një çështje e shtetit amerikan. Po pra. Përjashtimi i Berishës në konfliktin arbitrare. Shtator. Ja, nisni qershor, kur u shpall non grata. Nisni shtator, jo shtator, normal. Përjashtimi ishte një vendim i brendshëm i yni dhe sovran politik që s'duhet ta merrte. Ju bët një pyetje mundi për një unë? Thatë, pse i përjashtoj këta që donë nga primarja, pse i përjashtoj Berisha? Unë e kam me një fjali, kështu the. E lash. E le. Të themi një fjali? Gjirokastra. Jo vetëm për... A, marë më lesë se është Gjirokastra për një deputet ka Gjirokastra. Mund t'i merte 2 posë, Sali Berisha t'i marrë 2. Po, të them një fjali dhe thua 8 fjali. Po, jo mëse... Adera, fjalia është kjo, Juli, që është përfshirë se nuk është vetëm për primaret. Do edhe Berisha, gjithë fuqinë e tij atje brenda PD-s dhe veçanërisht Berisha, po dhe Rama, besoj në ana tjetër, e ka ndërtuar mbi dobësitë e bashkëpunëtorëve të vet. Do të thënë, e ka kuptuar çfarë ka bashkëpunëtor dhe vit pas viti që nga koha e krijimit të kësaj partie, fut dhe periudhën kur doli Preçi me shok që ishin të parët që i bën oponencën Berishës për parime, që nga ajo periudhë deri sot Berisha vazhdimisht duke i njohur bashkëpunëtorët, mbi dobësitë e tyre ka ndërtuar gjithë fuqinë e vet. Edhe me këtë dobësi e shkatroi atë Parti Demokratike dhe nuk e nxori nga loja, nuk e bëri me parti pushteti. Pra, një mandat i 4 i Ramës? Nuk është më një parti pushteti. Një mandat i 4 i Ramës, domethënë varet se si do sillet zoti Berisha mbas zgjedhjeve. Nëse do vazhdoj, do dojë të qëndroj ende në kryet PD-s apo të caktoj një tjetër, do jetë një lëngatë e gjatë e Partisë Demokratike, sepse pas atyre zgjedhjeve o duhet shkojë drejt shkrirës, o duhet largohet zoti Berisha dhe dikush tjetër të marrë drejtimin, një garë e hapur të marrë drejtimin për të krijuar një opozitë reale për zgjedhjet e ardhshme. Pra ajo që pritet të ndodhë, sjell një dramë, mendohet në ju për këtë vend. Po, me 2 fjali tani e fundit fare, po partitë e reja që po bëjnë, si ju duket përpjekja e tyre, ka nisur fushata që s'ka nisur akoma. I kemi parë shpesh në studio. Shea, i Qori, Lapa, i Shabani, Pano, Soho, që është bashkëtarët. Që mendoni për këta me 2? Më mbyllën dy fjali, nuk kanë frymëzuar akoma ai sa të mendohen si ardhmja e opozitës shqiptare ose ardhmja në pushtet. Asnjëra nga partitë. Nuk kanë. Deri tani asnjëra nga partitë nuk ka frymëzuar akoma. Ndoshta është herët dhe duan moment rritjes, procesin e rritjes,
Ata kanë bërë një gabim të madh që do t'u kushtoj shtrejt, sepse janë udhëhequr nga një lloj egocentrizmi, dhe egocentrizmi i ka penguar që ata të bashkoheshin në një ombrell 7-8 bashk për të marrë një rezultat surprizë dhe për të krijuar një grup parlamentar, domethënë konsiderueshëm Parlamentin e Shqipërisë. Mekanike. Kam shumë frikë se fragmentimi i tyre, egocentrizmi që i ka lënë kështu veç e veç një pjesë për i tyre ose 2 nga 2, do t'i penalizojë. Ata nuk kanë kuptuar që fushata sa më shumë shkon drejt zgjedhjeve është si një rul që i zvoglon të voglat. Partitë e reja mendoj që në rastin më të mirë të jenë të lumtur të marrin deputet të përfaqësojnë në kuvend dhe të bëhen gati për krizën e re që do të ketë opozitarizmi në Shqipëri pas zgjedhjeve të 11 maj. Bëhen gati më vonë, thotë. Sepse ka dy opsione. Në rast se zoti Berisha që do humbasi dhe nuk do t'i njohë zgjedhjet, do vazhdoj ta mbajë Partinë Demokratike. Në rast se do t'i njohë zgjedhjet, të respektoj vendimin e statutit partisë, të japi dorëheqjen dhe t'i ndihmoj demokratët se u ka borxh edhe gjithë shqiptarët të mos ja lërë familjen, Partinë Familjes, por ta futin në një proces të drejtë, domethënë zgjedhje, të bëjë një opozitë konkurruese për 2029. Ndryshe vim tek ajo që tha Abilekaj, që edhe në 2029 Rama, për shkak se opozita do jetë në krizë, edhe në riformatim pjesa tjetër e opozitës, ka premisa të fitojë mandatin e pestë. Mos na çoj deri atje se se kush. Do ta heqim tjetër. Unë uroj që partitë e vogla të kenë mundësi që të rriten deri në 11 maj dhe të kenë mundësi në Tiranë, ndoshta edhe në një qark tjetër të prodhojnë deputet. Pra votat që do marrin mos shkojnë kot. Kjo do jetë shumë e rëndësishme për parlamentin e ardhshëm në varësi të numrave që do marrë Partia Socialiste, sepse duke marrë mandat partitë e vogla do shtojnë shpresën e elektorat që një forcë e re politike mund të hyjë dhe mund të prodhojë deputet. Nëse këto numra deputetesh do jenë pastaj, ndoshta edhe në koalicion me partinë që do fitojë qeverinë, të imponojnë vullnetin e tyre atje, do ishte shumë mirë. Për ndryshe, do humbi çdo lloj shprese që një forcë e re politike do ketë mundësi që të ecë në politikën shqiptare. Nderuar teleshikues, mendoj që ky ishte programi ynë deri këtu ishte programi ynë për mbrëmjen e sotme. Fakt ne do të ndihmojmë partitë e reja me sa të mundim me programin që kemi. Do ishte veprim patriotik. Ka dhe një arsye tjetër, shumë të rëndësishme. Përveç që ato janë, unë bëjnë e gabimet pa numër dhe gjithë, por ne do të ndihmojmë, do të tresim vazhdimisht edhe për një arsye për të gjitha këto që thamë deri tani për 2 partitë e mëdha. Për shembull, në fillim ne thamë folëm për gërnetën e madhe mes Edi Ramës dhe Luli Bashës. Preç. Po kështu, fushatat që po bëjnë ata negative dhe qesharake. Shpesh. Pa u thënë njerëzve se pse duhet vënë në kutitë e votimit, pa u thënë seriozisht, pse duhet vënë në kutitë e votimit në datën 11 maj, shqiptarët, dhe pse do vënë për këto parti politike. Ne i kemi thirrur edhe në studio dhe vijojmë t'i thresim. Nuk na çudit fakti që majoranca ka një strategji. Rama do dalë dhe do thotë këto që bën me Lulin shpesh dhe të gjitha, dhe e kanë të vështirë të dalin në media. Si duan, por më shumë të çudit opozita që del vetëm Sali Berisha. Por edhe në qoftë se këta nuk dalin, qoftë opozita këtu, ne do të thresim këto partitë e reja preç. Dhe të përpiqemi të ndihmojmë ato sa të mundemi. Sepse Dajra, Timoni, Britmat, dalja e 2 njerëzve vetëm, nuk e ndihmon asnjë fushatë elektorale, edhe sikur kjo të bëhet në vendin më demokratik të botës. Edhe në Britani, sikur të bëhet kjo fushatë, marrim t'i zbarkojmë 2 udhëheqësit më të mëdhenj të vendit tonë, Edi Ramën dhe Sali Berishën, edhe sikur aty të bëhet, ajo nuk ka, është një gjë jo e pranueshme. Pra, ky shkaku që ne do të përpiqemi të ndihmojmë këto parti. Faleminderit shumë, nderuar kolegë dhe mirë. Në emisionin e ardhshëm do shihemi tani ditën e enjte. Natën e mirë. Natën e mirë.